Mirëmbrëma të dashur miq, mirë se erdhët në Ekopolitik. Komisioni Parlamentar i Ekonomisë dhe Financave ka miratuar sot buxhetin 2016. Drafti më i rëndësishëm i financave publike ditën e njëjtë do të diskutohet dhe do të miratohet nën për nën dhe në tërësi edhe në seancë plenare. Ndërkaq po të njëjtën edhe opozita me mbështetësit e saj do të protestojë jashtë parlamentit duke kundërshtuar pikërisht buxhetin dhe politikat e qeverisë për zhvillimin e ekonomisë duke filluar nga 1 janari i vitit të ardhshëm. Një deklaratë sot e kreut kuvendor të ekonomisë Zotit Erion Braçe ka bërë ditur se opozita në fakt nuk kundërshton për çështjet ekonomike dhe modelin e zhvillimit ekonomik që propozon majoranca, por për reformën në drejtësi dhe për ta shtyrë sa më shumë atë. Për diskutuar pikërisht mbi arsyet, jo vetëm të protestës që pritet ditën e njëjtë, por të buxhetit 2016, pse ndahen për sa i përket këtij drafti të rëndësishëm opozita dhe majoranca, cili është vizioni i qeverisë për zhvilluar ekonominë dhe çfarë do të përfitojnë qytetarët vitin e ardhshëm, duke pasur parasysh edhe një tjetër zhvillim të ditës së dieshme, atë të rishikimit për herë të dytë të buxhetit të këtij viti me një akt normativ, të cilin qeveria e ka bërë në datë 11 dhjetor dhe ka hyrë në fuqi tashmë edhe në fletoren zyrtare. Për gjitha këto çështje ne flasim sot me mua në studio. Ervin Bushati, deputeti i Partisë Socialiste, antar i Komisionit Parlamentar të Ekonomisë dhe Financave. Mbrëma, kënaqësi që të kam në studio. Ridvan Bode është pjesë e panelit sot, është deputet i Partisë Demokratike, ish ministri i Financave, antar i Komisionit Parlamentar të Ekonomisë dhe Financave. Zoti Bode, faleminderit që pranove ftesën. Arben Malaj është pjesë e panelit sot me ne, ish ministri i Financave, presidenti i Institutit për Mirëqeverisjen. Zoti Malaj, kënaqësi gjithmonë që të kam në studio. Faleminderit për ftesën. Gjergj Gjika, pjesë e diskutimit sot me ne, kryetari i Dhomës Fasonizve. Mbrëma zoti Gjika, kënaqësi që të kam në studio. Mbrëma, faleminderit. Të dashur miq, përpara se të nis bisedën me të ftuarit e mi, ndjekim deklaratë shkurtër që ka bërë pikërisht kryetari i Komisionit Parlamentar të Ekonomisë zoti Erion Braçe për sa i përket buxhetit 2016 miratuar sot në tërësi në këtë komision, por edhe protestës së opozitës, si e ka cilësuar atë? Nuk ka asnjë qëllim të lidhur me paketën fiskale dhe me buxhetin e shtetit. Protesta e paralajmëruar nga Lulzim Basha dhe Sali Berisha ditën e njëjtë vazhdoi të qëndrojë bindjes së plot që ajo protestë ka lidhje vetëm me një arsye: pengimin e reformës në drejtësi. Nuk ka makina për qeverinë për vitin e ardhshëm. S'ka, zero. Zoti Bode, për çfarë protestoni të njëjtën? Për buxhetin apo për të penguar reformën, siç pretendon zoti Braçe? Nuk proteston Partia Demokratike, proteston qytetarët e vendit, cilët janë në një situatë të paprecedent dhe të paimagjinueshme ekonomike, që lidhet me thellimin e varfërisë, me rritjen e papunësisë, me pasigurinë për jetën e përditshme, me humbjen e shpresës dhe perspektivës në këtë vend, të cilët po reagojnë në mënyrë qytetare dhe është për të përshëndetur, për të falendruar, që gjejnë forca dhe gjejnë mundësi për të shpresuar dhe për të kërkuar ndryshimet e domosdoshme që duhet të ketë politika shqiptare për të kthyer një politikë për qytetarët dhe jo një politikë vetëm për qeveritarët. Për këtë arsye keni zgjedhur pikërisht seancën e të njëjtës ku kalon edhe buxheti. Seanca e të njëjtës është një simbolika më e dukshme e asaj që ndodh. Është projekt buxheti i vitit 2016, i cili në vetvete reflekton këtë kaos ekonomik dhe këtë krizë të përgjithshme shoqërore në të gjithë parametrat e tij, një buxhet i paprecedent deri më sot, dhe që sigurisht do të vazhdojë të mbajnë këtë stagnacion dhe të thellojmë tej situatën e keqe ekonomike dhe gjendjen e mjerueshme të qytetarëve që lidhet me problemet e punësimit, me represionin, po ashtu për biznesin dhe për të gjithë kategoritë e tjera shoqërore, të cilat nuk shohin asnjë perspektivë dhe asnjë ndryshim, asnjë reflektim të qeverisë në lidhur me atë që ndodh sot në realitet, si shenjë pendesje apo si një hap i parë i një moderimi të politikës dhe qëndrimeve deri sot që ka pasur këtë qeveri në harkun e 3 viteve. Zoti Bushati, buxheti 2016 kaloi tashmë në Komisionin Parlamentar të Ekonomisë, ku padyshim keni qenë pjesë dhe keni diskutuar. Çfarë garanton drafti për qytetarët? Vetëm shkurtimisht, më pas do diskutojmë edhe nën për nën. Nuk do përgjigjem për atë pse proteston opozita. Po, padyshim edhe opozita, po pyeta opozitën se opozita. Nuk e di pse proteston opozita, sepse nuk e kuptoj pse proteston opozita në fakt, sepse demokratët janë vetvete konfuz. Nuk e di a është një krizë moshës mesme apo e një partie në këtë problem, sepse inati me bunkerin, pastaj një protestë që do jetë për buxhetin, pastaj është një protestë që nga të gjithë partnerët ndërkombëtar, nga gjithë diplomatët, i bën thirrje Partisë Demokratike të jetë larg skemave të dhunës edhe rrethimit institucioneve apo formave që nuk kanë lidhje me demokracinë.
sepse në qoftë se protesta është një nga format e demokracisë, dhuna është patjetër pa tolerueshme. Tash në qoftë se janë konfuz demokratët, unë kam përshtypjen që një përgjigje e kanë marrë para 5 muajsh. Është e drejta e çdo opozite të kërkojë zgjedhje parakoshme, po jo kur një rimandatim i kësaj maxorance në 3/4 të gjithë bashkive të Shqipërisë, mbi 85% e popullatës kanë vendosur të drejtohen nga maxoranca. Sa po ka kaluar vera? Domethënë ne jemi në 3 muaj aktiv të një politike në sezonin e ri dhe opozita kërkon një zgjedhje të parakoshme. Për 3 muaj nuk besoj se ka deterioruar apo ka rënë kaq shumë situata ekonomike apo politike sa të kërkojë zgjedhje të parakoshme aq më tepër me mjete jo demokratike. Është mirë nuk ka situata sens për mendimin tim. Është mirë situata ekonomike? Shqipëria mendoj që është në rritje si ekonomi, kemi këtë vit rritje mbi 2%, pretendojmë të kemi apo projektojmë të kemi një rritje prej 3.4% të GDP-s vitin e ardhshëm, këto janë projeksione. Mendoj që është e arritshme nëse impenjohen të gjithë faktorët dhe më shumë se kjo, përpiqemi të kemi një klinë sa më të përshtatshme për biznesin, në mënyrë që investimet private, konsumi privat të rigjallërojnë tregun ton, atëherë mendoj që është e arritshme dhe shpresojmë që të arritshme, se të gjithë duam një Shqipëri më të mirë. Zoti Malaj, ka arsye për të protestuar për buxhetin 2016 apo duhet presim zbatimin e tij për të parë ndikimin te ekonomia? Duke patur me kujdes edhe emisionin tuaj që keni vënë ekonomi përpara politikës, duke patur parasysh edhe prononcimin edhe të kolegut Braçe, dhe unë besoj te atë dashuria e tij, edhe të kolegut Bushati, sinqerisht për shkak të përvojës 20 vjeçare në politik, nuk i takon maxhorancës të shpreh keqardhje që vendi ka mbet pa opozitë. Po sigurisht na takon të gjithëve si qytetar, që të kërkojmë opozitës vendit tonë, që le të bëjë opozitë që ditën e parë pas zgjedhjeve, po mundësisht jo duke shkatruar institucione, sepse kjo është një gjë që vuajnë të gjithë shqiptarët. Sepse dhe një opozitë që kërkon ndihmë në pushtet, duke i rrëzuar institucionet si kredibilitet edhe si funksionim, do ta ketë më të vështirë të qeverisë. Por sinqerisht jam i shqetësuar se dëgjoj gjithnjë më tepër nga maxhoranca të cilës i përkas në preferencat e mia politike që pas ka zënë një hall i madh që ky vend nuk pas ka opozitë. Jo, nuk është kështu. E dyta, deklarata që bën zoti Braçe, janë deklarata që i takojnë kryetarit grupit, kryetarit partisë, një sekretari. Ai është komisioni, prandaj parlamenti ka komision për politikën e jashtme, ka komision për integrimin, ka komision për ekonominë. Në atë komision, ku kam qenë 16 vjet, nuk bëhet shumë politik. Aty mundohet që në maksimumin, duke respektuar dhe disa vërejtje të biznesit, qoftë dhe të opozitës, të gjënë në qoftë se ka vënë për përmirësime, dhe bode di shumë mirë që përmirësimet në buxhet nuk bëhen duke prishur ato treguesit kryesorë. Është rënd dakord që Shqipëria ka këtë rritje ekonomike, është rënd dakord që totali të ardhurë është kaq, është rënd dakord që deficiti do ulet apo borxhi. Por mund të ketë në lëvizjet brenda totalit rialokime të investimeve, të prioriteteve, të cilat e ndihmojnë që në fund buxheti dhe në qoftë se as ne nuk e kemi votuar ndonjëherë PD-n në buxhet, as ata nuk na kanë votuar ndonjëherë. Dhe në praktikën ndërkombëtare, përveç rasteve ku deputet bashkojnë për interesat zona që përfaqësojnë për politikat veçanta, te buxheti është pak i nxehur debati. Po le ta ruajmë këtë profilizim të komisionit parlamentar. Aty ku duhet bërë debat për politikat fiskale dhe administrim fiskal të bëhet ky debat. Të tjerat pasaj ka kryetar grupi, ka sekretar politik, është kryeministri që është dhe kryetar partie dhe mundet ta largojmë debatin në komisione specifike nga rritja e tensionit ndërpartiak. Zoti Gjika, ju shikni më shumë arsye për të protestuar për buxhetin 2016 apo për ta mbështetur atë? Keni qenë në Komisionin Parlamentar të Ekonomisë, keni shprehur edhe pikpamjet tuaja lidhur me këtë draft. Tani, ju në fakt e nisët që pyetjen e parë pyetje politike. Jo, duke qenë se është dhe ekonomi dhe politikë, të dyja këto zhvillime ndërthurë në ditën e njëjtë do kemi të dy prezente. Por doja të thoja me këtë që e rritë stekën që të pyetje e parë. Dhe po të flasim për buxhetin në mënyrë absolute nuk paraqet interesat e biznesit. Ju i pat atje një nga një kërkesat tona dhe ju e pat se sa u realizuan ato. Dhe ky është viti 2 radhazi që kërkesat e biznesit në mënyrë totale bien për tokë. Përveç se disa gjërave të parëndësishme, siç është për shembull taksa mbi godinën apo gjëra të dorës dytë. Sepse biznesi sot është një biznes i konstruktuar në mënyrë shumë profesionale. Biznesi shqiptar i ka kaluar atë fazën e amatorizmit. Tu pak më përpara zoti Bushati foli për atë krizën e moshës mesme. Biznesi shqiptar është 25 vjeç, në kulmin e fuqisë, në kulmin e energjisë,
ka mbaruar dhe kohën normale për të bërë shkollat e larta, specializimin dhe të gjitha, dhe tani është në fush për të korrur suksesin e tij. Buxheti nuk ju mbështet? Buxheti fatkeqësisht nuk na mbështet. Ne mirë kuptojmë nëse na japin argumenta, por deri tani argumentave tona nuk i ka qëndruar asnjë, nuk na kanë dhënë asnjë përgjigje. Dhe këtu nuk flas vetëm si dhomë fasonizë, këtu ju e dini, unë jam antar i kryesisë dhomës Tiranës dhe disa ofiqe të tjera, duke futur te Unioni i dhomave të tjera, po t'i lëm këto dhe në çdo instancë që është diskutuar puna e buxhetit, gjithmonë ka qenë është tjetër gjë që gjithmonë biznesi do kërkoj, kjo është normale që do kërkoj më shumë, por ne nuk shohim një politikë qartë për sa i përket avancimit dhe frymëmarrjes safatgjat që i jep ky buxhet biznesit ton. E para, e dyta për sa i përket asaj pjesës parë që thash nuk kam frikë të përgjigjem, unë duhet t'ju them juve që klima e acaruar politike, jo vetëm në Shqipëri, po kudo, po ne jemi shqiptarë dhe jetojmë këtu, nuk i shërben askujt. Dhe nëse do përgjigje biznesit, biznesi i ka prerë shpresat dhe nuk ka më shpresa. Nuk ka më shpresa të dy partitë mëdha politike që grinden dhe vetëm na largojnë nga rruga drejt ekonomisë globale. Ka pasoja kjo për sipërmarrjen private si për Unë sot kam përjetoni ju? Nuk dua t'i bëj publike, po kam 2 emaile të 2 investitorëve, ta marrin vesh data që janë të interesuar se janë në zona shumë të varfra, të cilët e kanë spostuar projektin e tyre 6 deri në 12 muaj. Janë të investitorë të huaj? Investor të huaj me impakt shumë madh në këto zona shumë të varfra. Për shkak të situatës politike. Pa diskutim. Ata kanë informuar dhe autoritetet përkatëse lokale, kuptohet, ata e thonë me polites, 2 projekte shumë mëdha. Zoti Bote, në një skanër të përgjithshëm të buxhetit 2016, këdo evidentoni ju si më problematika, çështjet më problematike? Vetë konceptimi i buxhetit të vitit 2016 ngrihet mbi një shtrat i cili është i paqëndrueshëm. Nga ana e qeverisë programohet që do ketë një rritje ekonomike 3.4% apo 4% e tjera. Mirë po analiza e situatës çfarë tregon? Ekonomia është dhe psikologji, është dhe matematikë. Dhe këtij buxheti bien që të dyja. I bie sepse psikologjia e përgjithshme është ajo që foli zotëria dhe që lidhet me frymën e biznesit. Dhe që konfirmohet nga Banka Botërore, që degradoi vitin e kaluar me 35 shkallë Shqipërinë në mundësitë e të bërit biznes në Shqipëri. Pra perceptimi dhe sjellja, optimizmi i biznesit është ajo që konfirmohet edhe nga Banka Botërore atë që thonë dhe zotërinjtë. Dhe kjo ka bazën tek politikat e papërgjithshme që ndoqi kjo qeveri, të cilat ishin as pak adekuate për situatën që kalon ekonomia e vendit, dhe që çoi në këtë situatë represioni, rritja e dhunës, rritja e ndëshkimeve, burgu është bërë simboli i kësaj qeverie dhe polici. Nga një rand, gjitha këto çojnë në një dëshpërim të përgjithshëm, që është edhe te konsumatori, që është edhe tek investitori, te biznesi. Pra, fryma e përgjithshme, klima e përgjithshme të bërit biznes është rënuar dhe nuk pretendon, nuk premton që të mund të shihej më me optimizëm situata. Por ky buxhet nuk qëndron edhe nga aritmetika e thjeshtë. Sepse është e domosdoshme që për të pretenduar një rritje ekonomike duhet gjesh burimet nga do ta financosh këtë rritje ekonomike. Pra duhet të ekzistojnë burimet e brendshme dhe burimet tjera financiare dhe që të jenë të përshtatshme për të justifikuar këtë rritje. Programohet nga ana e qeverisë për vitin që vjen ekonomia shqiptare do të rritet me $900 milion, rreth $1 miliard. Ndërkohë që burimet e financimit të saj janë thuajse të shtëruara, janë zero. Nëse në 2 vitet e para të kësaj qeverisje, këta harxhuan gjithë bateritë që kishin edhe në petkun apo të themi në alibin e borxheve të prapambetura etj, morën nga Banka Botërore rreth 500 me Fondi Monetar mbi $500 milion në formën e kredisë, e borxhit të ri. Morën përmes eurobondit edhe 150 milionë euro tjera në këtë vit, pra injektimet nga jashtë. Dhe nuk mundën dot të krijojnë asnjë lloj rritje të ekonomisë. Rritja ekonomike është simbolike. Deficiti buxhetor në vitin e parë ishte diku te $800 milion, ndërsa rritja ekonomike ishte diku. Vitin e ardhshëm s'kan mundësi të marrin borxhe, është një mundësi më pak për financimin e rritjes ekonomike. Vetë buxheti është në tregje, për shkak të kufizimeve që vendosi Fondi Monetar Ndërkombëtar, për shkak të humbjes besimit nga këto institucione për mënyrën se si u shpërdoruan fondet në 2 vitet e para pa dhënë asnjë rezultat në rritje. Burimet e tjera të brendshme janë të shtëruara, sot doli statistika për depozitat në Shqipëri dhe ato kanë rënë në krahasim me tetorin e vitit të kaluar, pra kursimet e brendshme janë në rënje.
financimet e huaja nga programet e zhvillimit, pra nga kredite, nga bankat e zhvillimit, janë në nivel 0, sepse ajsa mendohet që të disbursohet përmes investimeve të reja, aq do të shlyen principalet e kredive të vjetra. Pra s'kemi burime për rritjen ekonomike. Pra mungojnë tërësisht burimet. Pra që të pretendosh një rritje ekonomike, duhet të kesh dhe burimet e financimit të kësaj rritje. Dhe këto burime nuk ekzistojnë. Ky buxhet nuk ofron asgjë, përkundazi, në krahasim me këtë vit ka një tërheqje diku te rreth $500 milion, pra me $500 milion të injektuara më pak në vitin që vjen. Konservator. Pretendohet që të ketë një rritje më të madhe e ekonomisë. Masa shtrënguese, siç thënë. Zoti Bushati, pikat e forta të këtij drafti. Renditi disa dobësi, zoti Bode. Ju për buxhetin 2016. Po, faleminderit. Në fakt, për herë të parë kemi një projekt buxhet të konsoliduar nga ana fiskale që ka një deficit të projektuar prej 2.2% GDP-s dhe tentohet për herë të parë që nëpërmjet mirë administrimit të fondeve publike, tulet edhe borxhi kombëtar në një vend që shpeshherë e ka tejkaluar atë mirë administrimin e fondeve publike nëpërmjet deficiteve gjithmonë në rritje. Një projekt buxhet i cili ndërton mbi përgjegjshmërinë e munguar të qeverive të mëparshme, të mazhorancës kaluar, e cila la peng të ardhmen duke marrë borxhe të shumta për të ndërtuar nëpërmjet investimeve mbi borxhe një të sotme që shpejt u bë e kaluar, e cila i mbajti peng shqiptarët. Për herë të parë u arrit që të kemi një projekt buxhet të konsoliduar nga ana fiskale, edhe për shkak, dhe kjo është arsye kryesore, sepse shumë nga reformat kanë filluar të japin efektin e tyre duke kursyer para për buxhetin. Cilat reforma? Reforma e parë, reforma në energji. Shkurtimisht. Shkurtimisht. Tash po të më pyesni do përgjigjem. Dakor, po që mos gjatë 16 miliard lek kursehen nga reforma në energji. Në vitin 2013 ka pasur një garanci për 21 miliard lekësh, do të ketë vetëm 5 miliard lek sepse gropa kryesore dhe arktimet nuk është më e gropa e zezë dhe nuk është më pesh në qafën e ekonomisë sektori energjetik, por mund të jetë për herë të parë një motor në rritje dhe për herë të parë po trajtohet si një ndërmarrje që o do jetë fitimprurse ose do falimentoj dhe nuk është një pushkë elektorale si gjithmonë. Reforma territoriale, kursen para, nga 374 njësi vendore do kemi 61. 35 deri 50 milion euro në vit kursehen nëpërmjet ekonomisë shkallës dhe zvoglimit të kapaciteteve me njerëz dhe duke rritur mundësinë që të funksionojë më mirë dhe nga ana ekonomike këto njësi. Reforma në shëndetësi. Gati $100 milion kursehen nga heqja e TVSH-s për barna dhe ulja e çmimit të madhrave të barnave gjenerike, ku 30 milion shkojnë në ulje për buxhetin e shtetit, dollar, dhe 70 që kursehen për qytetarët me barna më të lira. Këto janë parat kursyera. Këto kanë bërë dhe ka dhe shumë reforma të tjera. Jo, shkurtimisht. Okej, dy shqetësime u ngritën, zoti Bushati. Shumë shqetësime u ngritën dhe dinamike. Nga biznesi për sa i përket klimës. Dhe nga zoti Bode për mungesën e financimit të burimeve për rritjen ekonomike 3.4% planifikuar nga qeveria për vitin e ardhshëm. Si do realizohet kjo? Nuk ka, që ta bëjmë të qartë, nuk ka qeverisi apo nuk ka politikan që s'duhet fitojnë dhe zgjedhjet e ardhshme, duke mbajtur mirë dhe me biznesin dhe me qytetarët, dhe të mos rrisin shpenzimet apo mos t'i ulin taksat bizneseve. Biznesi e mbajnë mirë që zhvilloj ekonomisë, se ka mbi 80% rritjes ekonomike e biznesi. Mos më ndërprisni tash qëtëset. Jo, dakord, po. Do me dhe nuk ka, ta nisim pak mbrapsh, të bëjmë një analizë reverse. Nuk ka politikan që nuk do të ndihmoj biznesin apo të rrisi pensionet dhe rrogat. Ama ka në një moment një politik shteti që përpiqet këtë përgjegjshmëri ndaj qytetarëve dhe mos vazhdoj me atë teorinë që merr borxh dhe le të rrisim pensionet dhe rrogat, të rrisim dhe investimet duke marrë borxhe, sepse këto borxhe dikur do paguhen nga qytetarët dhe ky është ai laku që ka ardhur duke u mbledhur. Më fal, ju dëgjova, tash të flas unë. Thoni çfarë doni pastaj, unë s'kam asnjë problem. Okej. Ta se mbaroj. Ndoshta ajo grupi që ndoshta grupi, kishte një pyetje pra.
Ndoshta duhet që vetëm që ta ideja është tregon me dinamik, Jo, konkret bizneset e vogla këtë vit ndihmojnë. Biznesi nuk është biznesi kërkon që të bëni politika, ju jeni sot pushtet, nesër dia e kemi kërkuar këtyre, po të ktheni xhirimet mbrapa se jeta nuk është kryesor ishte që mos ketë trazira politike, atë se kemi në dorë. Ju patë keni, ju të mëdhenj keni në dorë. Ju Franca nuk do trazira. As partia e çomë as ajo trazira. Dy po zgjeni. Unë nuk doni mazhoranci, nuk do pushtetin dhe do trazira. Tani ju duhet të gjeni gjuhën e bashkëpunimit pikërisht pra tani për të krijuar një qetësi, shumë shkurt në vend. E para trazirat nuk i duam ne. Patjetër tip. Jemi të qartë këtë pikë. Po ajo krijon klimën e parë. Edhe sa këtë do thonë, nuk i duam trazira. Mirë, dakor. Këta duan të vinë politika është vetë dhe klima politike. Jeta ka treguar që e ka ngrënë kuriz biznesi, e ka paguar me para, me investime të shkatruara, me gjithçka. Dhe kjo është frika jote. Ja ta mbaroj. Okej. Edhe 2 minuta dhe... Jo, patjetër. Duke përdorur më mirë fondet publike, duke ulur kostot dhe duke lënë më shumë para të lira në treg, me interesa më të ulta, duke mos thithur para, është një ndihmë e madhe për biznesin. Menaxhimi i borxhit publik është një ndihmë për biznesin. Në mënyrë jo direkte ndoshta për ju, po është. E dyta, këtë vit tolerohen apo hiqen nga skema dhe nuk paguajnë tatim fitim gjithë bizneset e vogla, gati 95.000 bizneset vogla. Është një ndihmë direkte për këto biznese që për të thirrë të vërtetës janë biznese familjare dhe më shumë janë ndërmarrje sa ti quash biznese, nuk as fjala biznes. Janë marrë shumë aset të tjera që ndihmojnë dhe thjeshtësojnë. Tek për pjesa e doing business, unë nuk dua të lë. Ka pasur një rrëshqitje për arsye të reformës territoriale, e cila për disa muaj vuri një moratorium mbi lejet e ndërtimit. Dhe ajo nxori Shqipërinë për disa muaj. 2-3 vjet rrjeshin e emit fundit të lejet e ndërtimit dhe sektori ekonomisë. Kjo është për të përmirësuar dhe në momentin që do fillojnë lejet e ndërtimit, do shikojmë që do kemi një ngritje vetëm sektori i ndërtimit, ishin edhe sektorë të tjerë. Jo, rënja më e madhe është ajo që ne kemi dalë pothuajse në vendin e fundit për shkak të mungesës së dhënies së lejes ndërtimit, por që ka ardhur si pasojë e reformës territoriale. Nga 10 tregues janë keni rënë 8 tregues. Okej, zoti Malaj. Si unë e shoh buxhetin me ekspertizën tani. Tuaj që tani jeni ekspertizë profesionale dhe më të ekonomistë të Tiranës. Çfarë qeveria mendon se suksesi më i madh, thonë që suksesi më i madh është konsolidimi fiskal. Dhe patjetër Shqipëria ka nevojë për konsolidim fiskal, por ai duhet të jetë i tillë që të mos vras rritjen ekonomike. Pra, si konsolidim fiskal është një prioritet. Mënyra se si është arritur nuk është i shëndetshëm. Ne do të shikojmë pasojat më vonë. Pse e them këtë? Dhe është më mirë ta themi tani nga përpamje profesionale pa nxitur në një debat ashpër politik, sepse po të shikojmë nga viti 2016 deri në vitin 2018, të ardhurat do rinë në një nivel të barabartë. Dhe shkurtimi, kalimi që s'është për herë të parë dhe duhet të jeni shumë korrekt. Nuk është për herë të parë që vendi ka suficit, madhësia është tjetër gjë. Ka ndodhur edhe para. Po ka ndodhur disa herë me shifra të vogla, po ka qenë pjesë e përgjegjshmërisë për mos të kaluar vendin në krizat të stabilitetit financiar. I gjithë deficiti reduktohet dhe arrihet një suficit bazuar në shkurtimin e shpenzimeve. Disa prej tyre janë të rrezikshme. Që ta kuptojnë qytetarët, qeveria të kur shpenzimet duke mos injektuar ekonomi në 100 lekë që përdore në ekonomi, ato do mbrinë në 29.5 lekë, gjithnjë më pak. Dhe ka një paralajmërim dhe nga institucionet ndërkombëtare që me zhvillimin, jo me stabilitetin. Ne shqiptarët do të jemi ndërgjegjshëm që ato që është thelbësore në jetën e përditshme çdo shqiptari, mirasimimi i fëmijëve, shëndeti, ambient, infrastruktura, mbështetja buxhetore po vijnë duke u reduktuar. Kjo nesër mund të vrasë rritjen ekonomike. Pra, nëse do ta ulim deficitin, do të rrisim pak dhe të ardhurat dhe duhet të kemi një plan ku shkojmë për 5 vjet, ku shkojmë për 10 vjet. Le të ndryshojmë 0.5% GDP çdo vit. Ky është shqetësimi i parë. I dyti, që këshillohet qeveritë e çdo vendi dhe qeveria e Shqipërisë. Një pjesë e uljes është për shkak të uljes së normës së borxhit, sepse janë ulur interesat e depozitave dhe nëse ka rënë depozitave, shqiptarët nuk e shikojnë më depozita as si një investim. Janë të sigurta, por nuk janë si një investim. Nuk përfitojnë nga që dhe është sa inflacion. Pra, ulja e kostos së paras nuk është për merit të qeverisë. Është për shkak të politikat vështira monetare që po bëhet kudo në botë për të ushqyer ekonominë, që paraja të jetë e lirë. Por paraja e lirë nuk po mbrinte biznesin, po mbetet deri te bankat. Dhe këshillohet që shiko mos e rrisni borxhin duke menduar se paraja është e lirë, se paraja do rri gjithmonë e lirë, është një mall që do shtrenjtohet. Kështu që po ta shikojmë dhe është edhe një shqetësim që ta flasim këtu.
Sigurisht që nga njëri vit në tjetër kemi një rritje ekonomike më të mirë. Pra ka kaluar piku i krizës, nga rritje ekonomike 0.5 deri në 1%, kemi shkuar, themi këtë rast 2, e tha Banka Qendrore, shifrat nuk janë të sakta, por ka një gjë që duhet të jemi kujdesshëm ekonomisht. Çdo rishikim është bërë në ulje, nga çdo institucion. Pra kemi filluar vitin që do ta kishim 3. Mbritëm dhe 2.7, mbritëm dhe 2.4, vim te 2.02. Çka do thotë kjo? Që është një gjë e mirë që është ulur për vitin 2016 nga 4% në 3.7, por prapë mund të jetë e rrezikshme, mund të mos kemi rritjen ekonomike që shpresojmë. Do kemi rishikim të buxhetit prapë në mes vitit. Jo, unë kam vetëm një merak. Për qenë suksesshëm, do rrisim arrogancën për mbledh lekët. Po rritim arrogancën për mbledh lekët, do ta psojnë ata. Kështu që është e mirë që qeveria ka vendosur në fokus uljen graduale të borxhit, nuk është e mirë që ulja e borxhit bëhet vetëm nga shkurtimi i shpenzimeve, dhe të mbajmë shifrat pak më realiste në mënyrë që kur ta menaxhojmë vitin, mos ta ndryshojmë buxhetin 3 herë gjatë vitit, nuk hyn, bile hyn në rastet e keq menaxhimit financa publike kur buxheti një vendi ndryshohet 3 herë gjatë vitit. Dhe me akt normativ. Dhe dyta, po edhe jo me akt normativ, po ne kemi një debat. Kurse këta i kanë bërë 4 herë në 2 vjet. Dakor, por ata Ridvan, ne dhe në 2005 në aktin normative qonim gjithë të shenjë, vetëm ju e futët si eksperiencë kemi bërë këtë debat. Është 3 herë në 8 vite. Po e krijuat precedentin, është përgjegjësia jonë. Në situatat të është bërë çdo ndryshim buxheti bëhet me akt normativ. Dhe thash, tjetë sa më realist në mënyrë që të mos shkoj pasaj presionin për të realizuar treguesit, të mos shkoj në mënyrë negative të biznesi. Një hapësirë publicitare do të vijmë në pjesën tjetër të emisionit për të folur pikërisht për mbështetjen e sektorëve dhe ku do të vënë investimet vitin e ardhshëm për fasada, për makina, për luks, ashtu siç pretendon dhe opozita, por edhe projektet e detajuara të investimeve, apo do të shkojnë për rrugë të reja, për spitale dhe për mbështetjen sociale, për shtresat më të varfra. Rikthehemi në studio. Një zë i rëndësishëm në buxhet me pa dyshim të ardhurat, zoti Mala ngriti një shqetësim për faktin që aksioni i fundit apo nisma e fundit anti-informalitet dhe politika e qeverisë vitin e ardhshëm të shkurtojë një pjesë të shpenzimeve mund të shoqërohet me represion te biznesi. Zoti Gjika, ju pa dyshim thatë që jeni në kontakt me sipërmarrje të gjithë sektorëve. Si po e përjetoni këtë pjesën edhe të gjobvënies, siç pretendon opozita apo një pjesë e ekspertëve? Ka represion apo thjesht kemi një formalizim të ekonomisë dhe normalisht një vendosje të ligjit ashtu siç realisht duhet të jetë? Tani te emisioni juaj kemi qenë, unë bashkë me zotin Bushati kemi qenë që ju e keni pohuar që ka pasur një korrigjim shënjestre, bile si ju kishte një titull tjetër të emisionit. I korrigjim shënjestre atë periudhë një muaj përpara, e cila nisi me represion, kjo është e vërtet, nisi me edhe me propagandë represioniste, e cila është, themi, ishte demokratike, pa pranueshme, vëllai. Se është tjetër gjë të përkrahësh dhe të gjithë shoqatat e biznesit, dhe gjithë komuniteti i biznesit e ka përkrahur luftën kundër informalitetit, bile si diçka e ka përshëndetur dhe si diçka të vonuar, shumë vonuar, do. Dhe është tjetër rruga. Nuk unë e thash dje që kemi pasur atë forumin për biznes, që nuk është e thënë që vetëm rruga represive të çon në vjeljen e atyre financave që ke menduar ti për të marrë dhe atë limitin financiar që duhet të marrë. Ka represion sot apo ka ndryshuar gjërat nga fillimi? Sot ka ndryshuar, pa diskutim. Perceptimi jonë është ka ndryshuar, por mendoj që ka nisur me një fushat shumë agresive të biznesit. Mundet ju kujtoj këtu kontrollet biznes, jo 1-2 kontrollet të bizneseve veçanta, 6 kontrolle, 7 kontrolle brenda javës. Brenda 2 javësh, 8-9 kontrolle. Unë ju jap me emër, me mbiemër, po nuk ja vlen sepse janë bërë më të ndërgjegjshëm për të paguar? Pa diskutim, po këtu kjo është e bukur. Këta vend bëjnë kontrolle 8 herë te ata që kanë super paguar. E kupton? Dhe te ata të tjerë, të cilët duhet i kontrollonin, sepse kishën ulje penat se s'po i futemi asaj pjesës informale e cila nuk mundet të bëj vetëm nga biznesi, bëj edhe me partnerët, dashamirës të tatimeve dhe të doganave. Bëjnë ndryshe ky aksion, siç ka, sepse paktën kryeministri ka deklaruar që duhet pak. Po mirë, rruga e kryeministri ka mendjen e vet, domethënë. Bëjnë ndryshe? Pa diskutim që bëjnë ndryshe. Edhe ka eksperiencë aty një. Ka eksperiencë edhe e Ballkanit. Pse biznesi nuk u sensibilizuar në 25 vite? Pse su sensibilizua biznesi 25 vite? 50% ishte niveli po pse ti kujton se sot u sensibilizua? Po shenzori 50% normalitet. Banka Ministri Financave. Dëgjoj. Po mirë tani ne ka studime janë. Dëgjoj, ne nuk e dimë mirë sa ka qenë. 50% niveli. Tani nga një studim që kemi bërë ne për shembull dhe që është botuar dje. Ne do mblitë 400 milionë euro shtesave edhe humbi edhe 400 tjera tani gjatë. Ky informalitet ka qenë 29%.
Edhe ne kemi nisur, do më thënë kjo është shumë relative, kupton, askush nuk mundet të thotë. Pra, nuk keni frikë sot për represion, kjo është ideja. Vitin e ardhshëm hynë në fuqi taksat e reja, keni tashmë këtë marrëdhënie. Keni frikë. Ne na sëmurur shokët, kolegët ta, biznesmenët, ka vetur spital, ditën që janë futur gjoba tani. E kupton, do më thënë, ajo mundet të jetë rastësi, po t'i lëmë shokët, e kupton, tani kjo është e vërtetë, kupton, ne që dorojmë më shumë, kemi duruar atë represion, atë presion psikologjik, disa më të gjobët, edhe nuk e kanë duruar dot. Rritja të ardhurave vitin e ardhshëm është parashikuar një rritje diku te 5%, pritet që ketë represion në shqetësimin ngritur nga zoti nga Malaj edhe nga biznesi. Të vendosim ca pika mbi. Gjithë jemi dakord që duhet një formalizim i ekonomisë dhe mbështetje biznesit ndershëm. Ka qenë koha për ta bërë këtë. Ka pas shumë studime ekonomike, kanë qenë gjithë politikanët dakord, kanë qenë gjithë teorit apo profesorët dakord që në Shqipëri ka pas informalitet, se sa mos i hymë kësaj pjese, se dërsa është në ujë, as ne se dim tamam. S'kemi skaner ta masim. Por, kanë qenë dakord që duhet të formalizohet ekonomia. Mos themi të luftohet informalitetit, po të formalizohet ekonomia. Por, asnjëherë nuk është ndërmarrë një nisëm e tillë politike për ta bërë, me vullnet të tillë politik. Pra një reformë e tillë për ta formalizuar ekonominë. Pra, kemi pasur një zilezgjimi nga gjithë reforma bashkë. ka objektiva, ka politika, ka instrumenta. Vetëm Kërbaçi ishte. Se tani ku flasim për reformë, Kërbaçi të reformë, që përgjithësisht definicionet nga fjalori ndërkombëtar, cila është? Çfarë quhet reformë? Çfarë quhet aksion? Ta mbaroj, e gjitha. Po se po thotë gjithë tram dakord, unë kam qenë i pari që reforma e vetën e parë të presionit burgut dhe Pari kam thënë si presidenti Institutit për Mirë Qeverisje, po, du t'jetë proces, e kemi prioritet, du t'jetë gradual dhe në të gjitha teori dhe raste dhe shkencën, jo një minut, është ndjekur lehtësimi, penaliteti ka qenë gjëja e fundit fare. Që mundet merë. Me këtë filluam debatin dhe me këtë përva dhe gjukat kushtetuese. Dakor. Jo të gjitha presion në vitin e ardhshëm në mbledhjen e të ardhurave. Ta përgjigjem se të lëmë gjërat tash. Të gjitha ndërmarrjet e qeverisë në energji, në arsim, në formalizim, në funksionin më të mirë financa publike, është një reformë e tëra në vetvete. Kjo është një qeverisje që dallohet njihet për reformat. Në fund, do të mbahet mend për reformat. Janë ndërmarrë, do ndërmeren dhe kanë një kosto të përkohshme, por që kanë një dividend shumë të madh në të ardhmen. Ka bërë reforma. Banka Botërore tash e ke standardet e kurs. Reforma në administrimin e territorit. Reforma në energji, thotë. Çfarë reforma në administrimin e territorit? Bët një ndarje që nuk do të elektoral. Së gjendë me e kamare, nuk është. Dje ka atë ligjin e pushtetit. Janë një arsye për atë. Jo, a ishte kopja e vendimeve elektorale. Atë ka zona e luaj ta fituan nga djathtë dhe zona e fituan. Po si ka skali? Me gjendërmend elektoral që i futën në të formë në gjendërmerje, e di. Dhe nuk ka lidhje fare me këtë. Dhe dje ka luajtur ligjin e pushtetit vendor. Pas një ashtu quajtur një prerje të madhe që shçoi në kufizim në numrin e tisive vendore, çfarë bëhet dje me kompetencat e pushtetit vendor? Rojet i kaluat. Rojet e kanaleve, rojet e pyllit dhe rojet e shkollave. Qose ta kthejmë si fabul. Se shfabula është atë kaluat. Reforma territoriale është një reformë që keni qenë dhe ju dakord që duhet bëj, apo jo? Absolutisht, po kjo do të shoqërohet. Mos mendon njerëzit se keni qenë dakord për reformën territoriale. Ky ka qenë propozim dhe joni. Bashkë me reformën territoriale, bëhen disa kritere dhe një nga kushtet ishte të bëjmë dhe një ligj për kompetencat e pushtetit vendor. Po rritën nga pikpamja territoriale, po bëjmë një si të qëndësishme dhe të rëndësishme të zhvillimit ekonomik. Elementa si reformë. Njëra ishte rindarja hartës territoriale. Autonomia financiare. Dhe të gjitha gjërat ishte duhet. Autonomia financiare mori fund, se s'kan të drejt asnjë taks, sepse hoqët ato taksa që kishin kompetencë ata, i keni kaluar vetëm disa tarifa. Keni ulur buxhetin e pushtetit vendor në krahasim me vitin 2015. E keni këtu të shnuar. Keni bërë transferim të disa funksioneve të rojeve, pagat e rojeve keni kaluar, dhe në krahasim me vitin e kaluar, e keni këtu në buxhetin tuaj, ka rënë të gjithë zërat që lidhen me qeverisjen e në gjithë definicionet e një reforme të suksesshme, perfekte, do ishte gjithë aktorët merrnin pjesë. Fatkeqësisht opozita nuk mori pjesë në këtë reformë që dihet ishte ulur. Po pse do prisë kundër preva? Sot në koalicion për atë 2.5 miliard lekë, $25 milion sot i hoqin nga buxheti vendor për të kaluar. Shikoj.
Edhe disfunksionet diçka, tjera. misish, më falë që ndërry. Kjo teoria që gjithë reforma duhet marrën pjesë të gjitha jo, sepse prandaj ka rotacione politike dhe prandaj një qeveri quhet reformatore, një quhet jo reformatore. Keni marrë mandatin tuaj. Do ishte perfekte po të kishim marrë pjesë. Nuk morën pjesë, ne pra do ta marrim. Kur ke marrë mandatin, e marrë mandatin, pastaj është mirë të vinë se erdhëm. Dhe ka dhe një kosto elektorale dhe ne e marrim parasysh këtë, sepse nuk e quajmë kosto elektorale, e quajmë investim për të ardhmen. Ky është ndryshimi. Do ishte shumë mirë të kishte marrë pjesë dhe opozita. U arrit nga 374 njësi në 61, që kursejnë para, që administrohen më mirë. Dhe nuk ka lidhje me ekonomikën shkallë se ke përmendur një dyherë se i keni gabim. Po mos ndërprisni të si ndërpreva. Po se the pak Po para forca duhesh më burrë, se nuk kam problem unë, po. S'ka Le të mbaroj. vendore ekonomikë shkallë. Tani biznesi sa na tha mos u zini, ta Po dëgjojmë, pra kurse unë dëgjojmë të po them. Unë flasë sa doj zoti botë, unë e pres, ta them timen. Dhe nuk vlen argumenti që thoni ju që gerrymandering për ato që duhet ta kuptojnë nga koncepti politik është bërë për herë të parë në Amerikë, ku një zonë merr dhe ndaj duke ndjekur votën e një partie ose jo. Kjo nuk ka ndodhur në Shqipëri. Sepse zona që quheshin të majta si Përmeti e mori e djathta, zona që quheshin djathta si një vend tjetër e mori e majta. Dhe kjo e vërteton. Kështu që nuk është më. S'ka lidhje. Dhe përveç Ke kësaj, bashkinë Elbasani dhe më tregova arsyeën. o zot, po më ta marrë. Atëherë si shpjegohet që 3/4 e bashkive i mori mazhoranca dhe duke marrë bashki ku jetojnë 85% e popullatës. Atëherë nëse do kishte një revolt kaq të madhe, e frymzuar dhe nga opozita juaj e re dhe e rinovuar, atëherë pse nuk fituat para 5 muaj? S'ka as 5 muaj. Ja ku ishte ai rimandatimi i mazhorancës. Të zgjedhjet lokale janë bërë edhe analizë, edhe ato bandat e krimet që kriminal që kandiduan, edhe parat se si u hodhën, edhe Mirë, se s'din njerëzit për kë votojnë, nuk ka sens. Nuk analizë zgjedhjeve. Ti ekspert që merr analizë zgjedhjeve. Të ardhurat. Vendimarrja për të formalizuar ekonominë ishte një vendimarrje politike që ishte si aveza e Kolombit që e vurin në vend dhe tha kështu bëhet. Ata ishin dakord, s'kan qenë dakord, ama ishte një zile zgjimi. Sot gjithë janë të ndërgjegjësuar, biznesi, qytetarët, media, politika dhe koncepti se si mund të bëhet një ekonomi e formalizuar për të parë po diskutohen në Shqipëri, nuk ka qenë diskutuar. Themi drejtën. Po në sensin e gjërmës duket që gjithçka ndodh për të parë në Shqipëri. Edhe ulje borxhin edhe dy fali atë pak më përpara. Pse ndërpret më Ti që zotria 80% borxhin dhe zbriti 58. Dhe e dyta, dhe pika e fundit. Pika për ekonominë informatike. Dhe diçka. Ne nuk flasim vetëm për një minutë, ne nuk flasim vetëm. Jo, nuk është s'ka të bëjë as me mua as me njëri tjetër. Duhet të dini që studimi i parë për ekonominë informale nga OECD-ja në Shqipëri. Një minutë. Po s'ka pasur ne studia për çfarë ishte studimi? Për bërë reforma. Po si është përmirësuar ambienti i biznesit? Po si është ulur ekonomia informale nga 40-34%? Të çfarë mendoni? Se edhe ju të filluat është me shkret zyrtare, kanë Ministrinë e Ekonomisë. Një minutë. Po ju thoni gjithçka. Më pra thash, po e degraduat me 30 shkallë. Ne them këtë se unë ja një minutë. Sot në Shqipëri unë e them këtë për punonjësit e Ministrisë të Ekonomisë dhe Financave, ka ekspertë të talentuar që kanë qenë pjesë e këtyre. Po s'ka pas vullnet politik që të çojë deri në fund. S'ka pas vullnet politik. Po s'ka studime pra. Po si arrim fillim. Atë dalloni aksionin nga reforma. Ne mbarojmë studime nga reforma, ju doni të bëni aksion. Jo kështu. Atë edhe pika e fundit. Jo kështu, më për ata punonjës të administratës, jo për neve. Po mirë më zoti. Jo si pas të ku ti gënjen të bëj. Po s'po gënjen. Ja klasun, ta them ta gjosh. Po dhe marrësh me po deshe. S'u ndërpres. Sepse janë punonjës që kanë punuar ata. E kanë bërë ata. Unë e kam bërë vetëm shkresër si antar i qeverisë me vullnet pozitiv dhe i kam thënë organizatës më të mirë. A je dakord që OECD-ja është më mirë se ty edhe se mua për të bërë studime? Po apo jo? Po, jemi drejtuar me shkresë. Kartu ka punuar një vit, ka bërë studimin kush informatizmi një minutë. Kush informatizmi? Çfarë ka gjatë pas studimit? Kemi bashkëpunuar me IFC-n, është bërë për herë të parë strategjia e reduktimit të barrierave të biznesit. Pas asaj jemi mirënjohës me qeverinë amerikane. U përfshi Shqipëria në sfidat e mijëvjeçarit dhe mori mbështetje të veçantë në gjithë ato që shikoni ju, u realizuar një pjesë gjatë kohës qeverisë Partisë Demokratike, çrëmcika ky është vendi ynë. Ne bëm aplikimin, paguam konsuletin amerikan, u shpallëm fitus nga qeveria amerikane. Po një sër studimesh. Po të gjitha këto, jo, nuk janë thjesht studime, janë përmirësime me reforma të ambientit të biznesit në Shqipëri. Proces nuk është aksion. Jo, më mirënjohë për ata, për neve nuk ka nevojë të mos kemi mirënjohë, po punonjës të Ministrisë të Financës, punonjës të Ministrisë të Ekonomisë që kanë bërë pjesë reforma. E thash merrni dëgjojeni edhe një herë. Thash kanë qenë studime, kanë qenë gjithë dakord. Jo, ka qenë reforma, janë përmirësuar gofit. Ja përmesu të koficienti doing business, koficienti tjera, kanë 23
vjetë që funksionon, ka filluar përmirësohet. Gjejmë edhe pjesën e Bushatit. Punojës të këtij vëndi, jo për ne. Në një vit Bushati ju lutem. Kjo është gjëja më e keqe. Dakor. Mungesa e mirënjohjes për ata që kanë bërë reformat, edhe janë punojës përveç. Përveç ne kemi detyrim të votojmë. Okej, zë Bushati ju lutem. Studimet, është era parë që ka i vullnet politik. Është era parë që burgosën një një njëri që hajtë sot buk aty që punon në i 250.000 lekë vjetë, shko në burg. I kështë kërë sa ka finansë Gjende zotin Bushati? Gje pak të sfidat e mija. Dhe s'flas fare, se ka problem të shi. Jo, pra se flisni me një gjuhë që... Unë flas, unë s'të ndërpres ty. E kam gabim, më mirë për ty më zotëri. Kur e kam unë gabim, del ti më i... Po të në flet me shiva, ti për demagogji. Nuk gëzdojemi ne nga gabimet e të tuar. Demagogji, qatë unë e të prish ty. Dhe kuptoj njerëzit që Ervin Bushati që ka demagog. Jo, shumë për mater investitorë për bret demagogji. Dhe ish ministër financash, jeni ma gjithë edhe me të në presni më s'ka sens. Jo, më s'është përgjesh më i vjetë të Okej, zë Bushati ju lutem. Për pjesën e të ardhurave dhe Thash ka një vullnet politik që një kemi qeverisje, një kryeministër që e merë si sfid këtë dhe për herë të parë diskutuar dhe kuptohet nga qytetarët që është fakulteti. Është më shumë koncept amerikane për të bërë dorë biznes për Shqipëri për të Amerikanët ka shkoj që flasin, foli dhe thonë ambasadorit. E thot ligji do të dim, po s'po bëhet asgjë. Po si e të një të që përmisu të regusit, se nuk të e plekët qeveria amerikane. Rrezik për represion e gjitha kjo nis, por edhe fryma për konsolidim fiskal e buxhetit 2016. Një rrezik. Po pra, po të pyes. Ekziston ky rrezik që të shkojmë që në një mbledhje detyrate të ardhurave? Funksionon sot që normal, si dhe studimet vinë në gjithë këto vite, pra është dhe e trashëguar, s'është perfekte. Kuptohet, ndoshta dhe gjithë ky koncept, se po t'ishte kaq i qartë dhe po ta dinin dhe këta të administratës, do ta zbatonin sikur t'ishte një ushtrim i praktikuar që ne. Nuk është që për një ushter të zezë. Është proces dhe është përmisuar, ta them sy për sy. Nga ajo që kemi gjetur dhe nga ajo që kemi lënë, ka qenë në përmisim. Dhe administrata, po ta kishte ditur këtë ushtrim kaq mirë dhe t'ishte qenë kaq gati nga gjithë këto studime që janë bërë, ndoshta dhe nuk do kishte qenë kaq në disa raste dhe le të themi ngushtuese me biznesin. Unë e pranoj këtë pikë. Dhe ka dy pika përmirësimi. Radhë parë. Administrata ka ligjin me vendor. Po pra, në radhë parë, administrata do të burg administrata po ta mbaroj. Administrata është për tu lavdruar. Dakor. Po mund mbaroj tre fjali më burr, tre fjali. Administrata radhë parë do të jetë bashkëpunuese dhe kraj biznesit dhe shpresoj që nga ky vit tjetë dhe e dyta të kërkohet sipër rrjedhës dhe jo poshtë në deg lumi se ku e fillon atë trazimin. Domethënë, në qoftë se ja për ta mbaroj të tash edhe një fjali. Po se po ndërprisni. Atëre, janë ca bizneset mëdha që i sjellin këto mallra që kur shiten kapet ai poshtë. Kapen ato bizneset si ka që gjithë të vëshës deri në fundi. Tash i vazhdoni këtë çfarë kush do. Meqenëse se e di ke problemin ku është. Pse fut gjithë të vëshës nga fillimi në fund? Edhe një kërkesë edhe biznesit, për cilën janë mbyllur të dy veshët. Edhe ne kemi për të parë pasaj që s'ka më as biznes vogël të mesëm të madh. Ja, sqaroj atë se jemi dy ish ministra finance. Jo, dakor. Kjo që kërkoni ju nuk gjendet asnjë praktik tjetër. Pse? Sepse po mbriti deri në fund të VSH-ja. Ai biznes i vogël, që është biznes familjar, që është i parsimuar, që duhet kosto të mbaj llogaritar. Një krosh për kushtet e Shqipërisë. Një minutë, jo, është për gjitha vendet. Merr që nga vendi më modern evropian dhe këtu ka një kufi të biznesit që përjashtohet nga. Dhe sa është ky kufi ka sa ne? Atëre, një minutë. Atëre mos shkoni në nivelit në ekstremin që duke thënë asnjë, nuk krijoni frym për të folur si ekspert që... Jo, ne themi futen si xhirat të vëshës deri në fund. Po pra... Tani unë të thash pse. Ne futu me ulëm. Duhet të shumë gjë tjetër më. E çon 50 milionë lekë vjet. Një minutë. Jo, nuk është se të prodhon një... Duhet ta vësh veten në këpucët e atij tjetrit. Kjo është biblike. Ai biznesi i vogël, ai familjar, nëse kërkon mbaj të vëshë, duhet mbaj kontabilitet. Duhet mbaj kosto të tëra dhe në fund e gjithë kjo kosto do vete konsumatori. Dhe ai, duke ju rritur kostot, e ka shumë të vështirë të mbjetoj. Prandaj bota dhe në vendet më të zhvilluara ka një prag në cilin nuk paguhet. Për pragun ai të diskutojmë, po që do të nuk ka zero. Shtrizi xhinë të vëshës tash. Deri në fund. Po, deri në fund. Tani fundi kush është? Fundi është ajo që diskutuam ne pra. Po as nuk bëhet ajo 5 milion, zgjojmë sot mëngjes dhe them 5 milion. Jam dakord të pragun, po fillojmë me ekspertë e qeverisë dhe të opozitës. Po një prag do ketë patjetër me përjashtim. Edhe jap një argument shumë të vogël. Po ta
po të shikosh me një rregull treshi, nëse fiton ky biznes 10%, 15%, që quhet as biznes, është një ndërmarrje familjare, i bie që burrë e grua që punojnë me atë biznes, që janë 95.000 në Shqipëri, nxjerrin një rrogë 30.000 deri 40.000 lekë treja secili, duke ne 16 orë aty në atë dyqan, duke shit poshtë dallatit. Ky nuk është as biznes. Dhe problemi është se nuk e shfrytëzon shikon të ardhurat, të kupton që nuk mlidhet ato të ardhurat në shtet, domethënë. Nuk është efekti një përfaqësim për të ardhurat. Nuk është efekti fare tek rritja e të ardhurave. Vitin e ardhshëm do vi bëre, duke se nuk kemi ndryshime shumë të mëdha në paketën fiskale. Atëherë jep 9% të GDP. Ju lutem, zoti Malaj, edhe ta kanalizojmë pak debatin. Rritja e të ardhurave vitin e ardhshëm, si do realizohet? Lufta kundër informalitetit, si? Atëherë, nga rritja e të ardhurave për vitin e ardhshëm, nuk reflekton as luftën ndaj informalitetit dhe as rritjen ekonomike. Po ta shohësh, sipas asaj që ka sjellë qeveria, rritja e të ardhurave është 4.9% në krahasim me të pritshmin e këtij viti, pra 5%. Ndërkohë që rritja nominale e prodhimit të brendshëm bruto, pra rritja reale plus inflacion, është 6%. Pra është më pak se sa rritja ekonomike. Dhe në këtë nuk reflektohet as taksat e reja që vendosen, që janë diku te 30 milion dollar shtesë, sepse ka një paketë fiskale që heq 1.3 miliard lekë nga biznesi i vogël, por shton gjithë gjërat e tjera, dhe që në total e saj janë 30 milion dollar. As kjo nuk reflektohet. Dhe as nuk reflektohet ato taksa që vendosen. Ç'ndodh me qeverinë? Del kryeministri dhe ministrat thonë që ne kemi rritur në 2 vite, kemi rritur 330 milion dollar të ardhurat në krahasim me vitin 2013. Dhe marrë për referencë vitin 2013, një vit që kanë për vete e kemi dhe ne, domethënë një vit jetim të themi, edhe për shkak të një vit elektoral që gjithsesi nuk konsiderohet viti më i mirë. Rotacioni gjatë, ishte viti më i keq gjatë për të zvendosur. Për shkak të specifikave ekonomike e tjera. Nga gjendja detë qeveria diskuton. Nuk po merren fare, po merr performancë, flas për performancën vitin 2013, mendoj që është jashtë realitetit. Megjithatë, dhe po e marrim që janë 330 milion dollar më shumë se sa në vitin 2013. Ç'ndodh? Kanë vendosur taksa të reja. Në vitin e parë vendosën 240 milion dollar taksa të reja, sipas qeverisë, me rritjen ekonomike apo për nivelin ekonomik të vitit 2013. Vitin në vazhdim, vitin 2015 vendosën 160 milion dollar taksa të reja. Vajtën 400 milion. Dhe për vitin që vjen vendosën 430 milion dollar taksa të reja. Pra, qeveria thot mburret dhe thot 330 milion dollar më shumë. Vetëm për taksat e reja janë 430 milion dollar në vit. Që do të jepnin të ardhurat. Kanë pretenduar në 2 vite rresht që kanë pasur rritje ekonomike të madhe. Domethënë mbi 2% vitin e kaluar, 2.7%, 2.6% thonë këtë vit, dhe në vlerë nominale janë mbi 10% rritja ekonomike në vlerë nominale plus inflacionin, pra, deflatorin, janë mbi 10%. Dhe një 10% e të ardhurat buxhetit janë edhe 350 milion dollar të tjerë. Pra janë rreth 500 milion dollar që sot mungojnë për të njëjtin nivel ekonomik dhe me të njëjtin rendiment, me të njëjtin administrim, nivel administrimi. U turën dhe thanë do mbledhim 430 milion dollar, 400 milion dollar, tha ministri i financave, do mbledhim shtesa nga aksioni kundër informalitetit. Fakti tregoj që nga dita që filloi ajo luftë, sipas me mirën me biznesin, të ardhurat po vinë gjithnjë në rënie. Dhe absolutisht kanë programuar 4.9% me të pritshmin e këtij viti, po në fakt ajo do të rezultojë në fund të vitit 2015 do të jetë një katastrofë tjetër. Duhet të ndryshojë metodologjia e parashikimit, është një pyetje që më bëhet nga drejtuesi i Ministrisë së Financave. Për çfarë metodologjie mund të ndryshosh këtu? Në pjesën e parashikimit. Po për parashikimi, sepse këtu niset me parashikimi me bazë statistikore. Sa ka qenë vitin e kaluar? Çfarë taksa të reja shtohen krahasuar me vitin e kaluar? Dhe sa është rritja ekonomike, pra për një strukturë ekonomike shqiptare, është bashkë me institucione si operatë e vendeve të tjera. Është performanca e dobët e administratës së qeverisë e cila çon në dobësimin e mbledhjes së ardhurave. Në vitin 2015, se këta nuk vjen mend edhe as nga etyrja. Viti çfarë tregoi viti 2015? Në qershor, në korrik, bën një akt normativ. Ulën të ardhurat me 230 milion dollar të ardhurat nga tatimet e taksat. Tani deri në fund vitit do kenë 200 milion dollar tjerë. 400 milion të themi dollar, më pak se sa planifikuan për vitin 2015. Dhe fundi vitit 2015 mund të jetë në të njëjtin nivel të ardhurash me fundin e vitit 2014. Qartë, okay. Sepse maksimumi do të jetë shtesa e asaj licencave 4G që shiten. Dhe kjo është ajo që lexohet në këtë buxhet. Kështu që për rritje dhe performancë për vitin që vjen,
apo për luft nga administrim të tjera, këtu nuk bëhet fjalë. Megjithatë, rrezikun të ardhët e kanë të madh. Pse? Sepse këta e bën buxhetin në muajin tetor dhe nuk e dinin se sa do të jetë realizimi deri në fund vitit. Dhe përballë një grope për $200 milion tjetër, ajo që kanë programuar do thotë një rritje për 10% që nuk ka ardhurat, nëse mund të bëj diçka profesionale, të ardhurat parashikojnë mbi produktin e përgjithshëm se sa thjesht mbi realizimin e vitit kaluar. Realizimi i vitit kaluar ka të bëjë me rrisjet potenciale, por kur ne i planifikojmë të ardhurat, i planifikojmë sa dohet prodhimi i përgjithshëm në ekonomisë të vendit, nga cilët faktora ai do të krijohet, si tatohen ata dhe bëjmë një strukturë të ardhurave. Fakti që në vitin 2016 janë më konservatorë se vitet tjera, të shpresojmë që mund të ketë vetëm një gjë pozitive ta jepte administrimi, sepse të ardhurat nuk janë shkaku, janë pasoja. Qofse një vend, qofse një familje, qofse një individ ka vështirësi të mbledh të ardhurat, i ka rënë burimi nga ushqen të ardhurat. Por unë shoh që ndonjëherë ne shikojmë si shkak të ardhurat dhe trajtojmë atë si shkak kryesor dhe fokusohemi si të mbledhim më shumë të ardhurat. Jo. Rritjen ekonomike, lehtëso atë, kujdes me aksionet me goditje të përqendruar, mos e trëm dhe mos e penalizo biznesin, të rritet rritja ekonomike dhe të vinë parat në buxhet. Në rast se shikon si fokus planin do mbledh sa më shumë para dhe bën atë me një administrim të keq fiskal, ti vret rrënjët e rritjes ekonomike që provojnë të ardhurat. Zoj Bushati, ka risk për realizim në të ardhurave vitin e ardhshëm? Në fakt, këtu jemi në një mendje. Fakti që janë konservatore pritshmërit për vitin 2016 tregon përgjegjësinë. Si keni konservatore? Po një minutë më të... Po së të ndërpreva fare tash, mos fillon... Ti të kundër, unë po them që nuk realizojnë dot. Në raport nuk u rritë, ka mbet kosta. 1% do rritë në 4.9% në një vit. Po them tjetër gjë më. 1% në raport me GDP në krahasuar me vitin 2014. Zoj Bushati, i lutem, ta dëgjojmë. A ka mundësi mos ndërpresësh kaq? 4% me atë që kishit programuar juve. Si të prishëm, po i prishmi në fakt do të jetë shumë, do të jetë mbi 10%. E ndërtojnë me 3 pika. Po pra që ti për ti kthej përgjigje. Ju vetë thoni që janë të ardhurat 4.95%, kur rritja me gjithë inflacionin shkojnë 6%. Pra jemi në pritshmëri konservatore të përgjegjshme. Tu s'ka asgjë gjë të keqe. E para, e dyta, zhvendosja e barrës fiskale. Që ne kishim program, ne jemi fortë majt dhe thamë këtë. Për ne, ku e keni çuar barrën fiskale? A ka mundësi ta mbarojmë më burrë tash ku e kemi çuar? Ne zhvendosëm barrën fiskale, nuk besojmë, dhe kjo është kredo e gjithë të majtës, që duhet ta mbajnë qytetarët që kanë më pak të ardhura dhe mund zhvendoset më kollaj tek ata biznese që kanë më shumë për të kontribuar për shoqërinë. Dhe i qëndroj parimi gjithmonë bizneset duhet të jenë dakord dhe kontributor aq sa mendojnë që një shtet i përgjigjet atyre apo meriton një shtet. Dhe kjo patjetër ka të bëjë shumë me klimën e biznesit. Dhe as zhvendosja e barrës fiskale, as rritja e të ardhurave që u realizua vitin 2014 ishte 25% më shumë se vitin 2013, dhe vitin 2012 i ulit ka qenë, po i soi 27% ishte më shumë. Dhe rritja e të ardhurave nuk e shuajti rritjen ekonomike. Vitin 2014 dhe 2015 kanë pas rritje ekonomike më tepër se sa vitet e degradimit të qeverisjes në fund, ku taksa shes nuk dha asgjë. Rritja 0.7% apo 1.2% ishte rritja anemike. Do me thënë, zhvendosja e barrës fiskale dhe rritja... 2013 merrni apo? A diti që në 8 vjet qeverisë vetëm vitit 2012 me 2.2%. Ta mbaroj tash, ta mbaroj. Po pas dhe teoria juaj që taksa e shesh do bënte namin e uli 6%, ne çojmë 2% rritje. 7.9% rritjen ekonomike taksa e shesh. Po jo më zotëri ishin borxhet që morën për rrugët Roshen Kalimash. Mirë, më fal ta mbaroj. Edhe pika e tretë. Tani aty u rritet investimi publik e vajte gati 8%, jo di nga ushqyja. Po nga ushqyja. Po 10% në GDP su për borxh për atë rrugë. Rritja ekonomike është $1 miliard. 7.9% viti 2008. Dakor, po çfarë bë? Po 2009 ishte rrugar. 2008 ishte duke filluar ndërtimi. Po rruga për një vit, po rrit tash. Atëherë treta. Të ardhurat në vetvete nuk janë problem. Rrit kredi. Do jam dakord me atë, nuk mund të shikohet tash se ne kemi hyrë vazhdojmë mendojmë si një ekonomi e planifikuar. Ky është një projekcion. Qofse ka qenë optimist në fillim të vitit 2015, e pranojmë. Ka pas një, dhe ne nuk duhet bim penge kësaj dhe të shkojmë as bishtit ton, pse me këtë teorim se su realizuan të ardhurat. Kur, a ishte një projekcion, nuk vajti dhe nuk ka pas atë lloj rritje. Treguesit e tjerë. Dhe ndërkohë, jo më kryesore, që kemi pritshmëritë. Kemi një rritje ekonomike që është pozitive. Kemi një rritje ekonomike që është pozitive. Për mua kryesore është që biznesi të punojë, të zhvillohet, të konsumojë dhe të investojë, sepse nuk mund të pritet asnjëherë që motorri kryesor i një shteti apo një ekonomie të jetë shteti, sepse shteti
Managjon parat e biznesin në më të mirë në raste dhe në më të keqen i abuzon dhe i shpërdoron ato. Kështu që nuk mund të shikohet e ardhmja e shtetit apo prerogativa e zhvillimit ekonomik të ardhurat. Për këtë arsye duhet që gjithmonë të mbështetet biznesit, të hapet rrugë, të mbështetet vetëm një minutë. Dhe të përmirësohet klima biznesit, se nuk ka për të arritur me fondet e shtetit. Tani vetëm kolegut, të lutem shumë, fakti që ka strategji kombëtare të zhvillimit ekonomik, që është afatgjatë, fakti që ka kuadro ekonomik afatgjatë, fakti që ka buxhet afatshkurt dhe mbrit deri në buxhet vjetor, është pikërisht që buxheti vjetor të mos ndryshojë. Dhe ka kode të cilësisë me menaxhim financa publike, ka parime, ka rregulla. Nuk mund të themi ne si ekonomist, po asë është në gjë madhe, mund të ndryshojmë buxhetin sa herë të duam. Jo, sepse duke ndryshuar buxhetin, sa herë që të duam, ne i çorodisim të gjithë dhe vrasim pritshmëritë, ato që ju thoni. Qofse fillohet 2 muaj përpara që, shiko, buxheti vitit 2015 u bën në janar, dhe në mars, po shiko se deri në qershor mund të kemi probleme, do ta rishikojmë prapë. Të gjithë, nëse vim në qershor, themi na prisin shtatorin se prapë do ta ndryshojmë. Pra duhet një planifikim realist. Më theq parë më mëli se i kam qenë Ministri Financave, e shpjegove në mënyrë ekselente punën e të vështirë. Bëj autokritik, vazhdojmë. Dhe unë të lash, pa çka se parimet pastaj ne i ndajmë bashkarisht dyja bashkë. Po problemi është se këtu nuk futen duart vetëm tek buxheti. Unë mund të t'i them për ligjin e TVSH-s. Sa herë ndryshon? Sa herë ka ndryshuar më përpara? E kupton dhe sa herë po ndryshon tani? Ndryshimet e shpeshta ligjore që penalizojnë pikërisht biznesin. dhe të gjitha këto vjen atje ku folën dhe 2 panelistët, pikërisht vjen për të mbushur brimat e të ardhurave të dobta që pra për një performancë të strukturave që ke, me një performancë aktuar në vend që të fuqizosh performancën e tyre. Të krijosh, se thuhet të krijosh klimën e biznesit, po kush është ulur thotë, "Ore, si mundet ta rregullojmë ne këtë klimë biznesi?" Kush u ul nga kjo? E kupton? Sot klima e biznesit është rregulluar me një ligj në datën 12 nëntor që të futë burg nëse s'ke kuponin tatimor. E kupton? Tani kjo ndodh, nuk e di në çfarë shteti, po në Europë nuk bova ki që të ndodhi. Tani mund të gjejmë në një shtet tjetër, nëse kjo paketë ka këtë gjë, pra ka këtë burg. A dini ju sa investitor, se ne jemi me tuaj, të rrim gjithë ditën. Unë nuk e di kush investitor pyet tjetër, po ty ta ka thënë kreu i dhomës amerikane. Nuk të fut me atë shqipen e vetë, nuk fut njeri më burg në Amerikë për kuponin tatimor. As Shqipëri ka fut njeri më burg. Ta ka thënë, ua. Ku? Si ku? Po të zërë ligje pra. Ke ligje pra tani. Po jo, ligje pra, edhe fut në ligje. nuk është kështu që preve dhe harrove nuk e... Aje ke masë administrative. Po se unë kam qenë dëshmitar në një sekuestrim të tatimeve, bëhen ata më të butë, sepse ligje është aq i fortë, sa bëhen njerëzor ata të cilët e ka për detyrë të jenë të tillë dhe për këtë i përgëzoj, më kupton? Sepse thonë, ore, ndaj minutë thotë se ligje është shumë i ashpër, vim mënd, të vim nesër do të bëjmë kontrollin, pra janë bërë ata tani më njerëzor, më të kuptueshëm me biznesin, se sa vetë ligji. Ka ndruar vendet. Ka ndruar vendet. Edhe për këtë i përgëzoj, për performancën që kanë ata, do qojnë korruptuar, do ikin më Publicitarët do të rikthehemi në debat. Rikthehemi në studio. Po, zoti Bodër, për ta mbyllur me çështjen e të ardhurave. Lidhur me burimet e të ardhurave që prandaj nuk po sill fakte prandaj për të distancuar nga demagogjia që bëhet këtu. Qeveria tha zoti Bushati ka bërë një vendim të madh për të ndryshuar strukturën e të ardhurave tha. Dhe struktura e të ardhurave ishte që njerëzit, qytetarët të paguajnë më pak dhe biznesit të paguajnë më shumë. Kjo është e pavërtet e madhe. Se vërtet që Shqipëria ka pak a shumë si vendet e OECD-s, mesatarët se janë marrë me këtë vitin parë, shumë për të parë strukturën e taksave dhe peshën e taksave. Dhe kemi pak a shumë si vendet e OECD-s. Janë 55% të taksave në buxhet i paguajnë qytetarët dhe 45% i paguajnë biznesi. Kjo sigurisht që ka vende që kanë më shumë qytetarë dhe më pak dhe kjo varet edhe nga niveli i të ardhurave që ka përfryme dhe nga kultura nga gjitha njerëz. Sigurisht ka vende pasaj nordikën, po them vend nordike, po them mesetare. Tani, në këto 2 vite dhe ky vit që vjen, taksat e reja shtesë, 430 milion euro të shtesë, janë të ndara në këtë formë. Nga këto, 328 milion
dollar i paguajnë qytetarët, që janë taksa indirekte, Mbi 70%. dhe vetëm, nuk janë 7%, për janë diku dhe 88-90%. Dhe kjo ka bërë që strukturat jetë përpeshojnë të qytetarë. Pra i mashtrimi madh që thanë këta që do të paguajnë, ata që paguajnë më pak do paguajnë, ata që fitojnë më shumë do paguajnë e tjera, është një mashtrim total. E kemi për taksën e punës, vetëm për taksën e tatimin mbi të ardhurat personale. Jo, nuk është vetëm të ardhurat personale. Jo, po them pjesa e qeverisë. Po, nuk është vetëm ajo. Sepse rritja e aksizës karburanteve nuk mund të jetë tatim personale, që ka karakter progresiv, është tatimi të personale. Është tjetër që për tatim, ku them taksat që janë për çfarë taksave e taksave që bën në këto 2 vite. 65% të janë taksa konsumit, dhe taksat e konsumit kanë elementin varfërues. Godasin më shumë ata që kanë dalë më të janë bërë të gjitha mbi taksat e konsumit. Të them diçka vetëm për strukturën, edhe për ekspertët, se dëgjojmë shpesh Shqipëria mbledh më pak. Shqipëria ka një zë që mbledh më pak, edhe ai tullim në gjithësi ta zgjidhim. E vetme gjë që ne mbledhim më pak, për shkak të ikjes së madhe në emigracion, janë të ardhur nga sigurimi shoqëror. Ne kemi afërsisht 4%, kështu i ka parashikuar qeveria dhe për taksë, vendet në rajon dhe vendet e OECD-s mbledhin 8 deri në 12%. Po ti shtojmë mbledhje që bëjnë aktual tani. Diferencë të këtij zëri, ne jemi afërsisht si gjithë vendet e tjera. Dy taksa kemi ne. Po sidomos kjo është teritoria dhe taksa mbi pasurinë, që është taksa që paguajnë mbështetjet. Kurse taksën e qarkullimit, atë që thonë këta informalitetit, kush mat informalitetin, është të vëshëja që mat qarkullimin e madh vendosur në kontroll. Ne kemi më të madh nga mesatari i rajonit. Okej. Zoti Bushati për pretendimin, për pretendimin e para, unë kam dëgjuar me shumë respekt zotin Bode. Para një viti e gjysmë, 2 vjetësh në një emision tjetër, kishte edhe tabelë zezë dhe i shkruajti se sa do ngrihenin çmimet si pasojë ngritjes taksave. Po më fal ta mbaroj tash. E pa thotë gënjeshtra kur unë ke opinionin tash që thonë ngrihet ky çmim, kurs, mos më ke parë kur. Mirë. Kur rekurs. Prandaj mos gënje. Flori ka qenë më i specializuar po. Rritje taksave dhe rritje çmimeve. Atëherë, nëse do kishte dhe do kalonte kjo tek klientët, pra tek qytetarët, do kishte ngritje çmimesh. Në fakt inflacionin e kemi pas në potencial. Nuk ka pas ngritje çmimesh. Po ka ju kalua qytetarëve. Taksat që merren nga qytetarëve. Jo, ka pasur një ridimensionim dhe bizneset nuk kanë rritur kanë pasur në karburantit. Si? Taksa është karburanti më i shtrenjtë në gjithë rajonin. Por inflacionin përgjithësi, se tash qytetarët blenë karburant për gjithë bota dhe gjithë makina. Nuk rritur as buka as gjë tjetër. Ore po as një gjë. Në këtë gjithë të periudhë krize, në këtë periudhë krize, vetëm burim që përdorën vendet për të mbështetur ekonominë dhe të ardhurët e njerëzve ishte karburanti. Përdorën një rënje të çmimit të karburantit. Më thoi Mati, e kemi çmimin e karburantit më të shtrenjtë nga maqedonia. Rritja ekonomike ka rënë. Ku s'ka rritje ekonomike? Po s'është dëmtuar si parametër. Tash më lejo ta mbaroj. Si dëmtuar? Çfarë nuk kemi ngritje të çmimesh që do vërtetonte teorinë e zotit Bode që kjo është mbajtur më shumë nga qytetarët. S'është vërtet. E dyta, ulja, kjo që kemi bërë që do miratojmë këto ditë. Ulja në taksën zero, biznese, 95.000 biznese. 95.000 familje, minimalisht 95.000. Se ka dhe biznese që kanë dy familje. Asë demagogji më keq për bërë. Sishme demagogji, nuk keni dakord ju që ti që të. Të drejtë qeverisë, që në vendim qeveri, me disë pagës minimale dhe maksimale të përcaktoj për çdo grup biznesi, se kush do t'jetë kontributi si këmë qëllore. Pra, për të dy këto argumenta, që shumë shkurti sola, nuk ka pasur rritje çmimesh. Inflacioni nuk ka pas në Shqipëri. Biles ka qenë nën potencial. Duhet ishte 3%, ka qenë dhe 2.1, 2.5%. Nuk ka pasur rritje çmimesh. Se kur u bësh vendosja e barrës fiskale, taksa progresive nga Partia Demokratike u ngrit fantazma e rritjes çmimeve do bëhet najme çmimet qytetarët do ta hanë me çmimet tu do bëhet kërdia. Tash po më lejo ta mbaroj tash. Kjo nuk ndodhi. Kjo vërteton që taksat thjesht kanë zhvendosur barën tek ata që konsumi kanë ndikuar te pjesa e konsumit. Derisa kemi rritje ekonomike nuk ka rënë konsumi. Ka një rritje ekonomike. I ulët si e shpjegoni? Nga është rritur ekonomia para. Ekonomia derisa është rritje, konsumi përgjithshëm dhe investimet janë rritje. Në qoftë se ne kemi një rritje 2.7%, 2.5%. Dhe vitin e 2.4% që publikon ekonomia është në rritje. Por ai stati është një institucion i qeverisë apo jo? Po të themi shtetëror ka dhe ingarkuar me ligj të publikoj në rregull rritjen ekonomike. I stati po të bazojmë diku shifrat ne. Po të i stati mo. Po pra aty po i bazojmë. Ai për dakord. Zot pyeti a ka rritur konsumi? I stati thotë ka rënë konsumi.
Është me 4% më pak, thot Instati. Po varet me 3 mujor mund të jetë. 10 mujor me 10 mujor. Të thot për investimet, jo për investimet. A ke rritje ekonomike? Ka një rritje ekonomike atëherë? A të gjeni ju? Mirë, ti tha që ka rritje ekonomike. Që do i futemi të gjitha. Në tavët, kuj ke tavët rritjes ekonomike? Vendosët këtë vit, po një e sa do t'a jepni? Ka disa kuatë 160 milion dolarë vendos taksa të reja. Thoni kemi një rritje 2.5%, 2.7 thonive. 2.5%. Po e marru 2.5, rritje nominale është 4%. Po ne kanë djegën tash njerëzit me. Jo, është thjesht fare. Maksimumi? Po, është 4%. Më mirë se 0.7 ose 1%. 4% do të thot 150 milion dolar. Dakor? Po ku do në dalë me këtë tash? Do të dalë te ku i keni parat? 150 milion dolar taksa do të kishte shtesa. Okej. Ku i keni tani? Ku i keni taksat? Të pyesim tani keni dy gjëra. Ose nuk keni rritje ekonomike, ose këtu ka shpërthyer evazioni dhe vjedhja përmes taksave që është e papar. Okej. Sepse jemi zero me vitin e kaluar, ndërkohë që 160 milionë keni taksa të reja dhe keni nga rritja e pretenduar ekonomike dhe keni Shqipëria tash do kishte marrë fund nga 3-4 herë. Treguan më shumë biznesi se problemi janë taksat. 2.4, 2.3% gjitha ditë në qytetarët do thotë o 24 lek në 1.000 lek, o 23 lek në 1.000 lek. Tani ta vlerësoj vetë qytetarët, 24 apo 23, që diferencë madhe është në gjepin e ti. E kupton, ne ka sile si duke futemi në këto për të mohuar problemet e mëdha. E këtu frym për pro-biznes është shumë vështirë djesh. Një. E dyta, që është shumë e rëndësishme. Ne nga viti në vit, taksat janë rritur dhe nuk ka dhënë kush një argument pse janë rritur. E lëm premtimet elektorale që janë thënë nuk do luhen taksat e tjera. Atë e lëm. Por edhe ato që janë premtuar, edhe që janë shkruar tu. Për shembull, marr biznesin fason, të cilin unë e përfaqësoj plotësisht. Që thuaj dinjitoze deri në kin, se sa tha. Po deri në kin. Jo, do ta thosh që njëri do kuptoj faktorët që njohin bizneset dhe kanë mundësi të ndikojnë me këshilla. Deri në kin dhe deri sepse po ta vazhdojmë tutje, unë jam një nga 7 anëtarë të Parlamentit Evropian të Biznesit, bashkë me presidentin e kësaj studie. Dhe po, sepse ka të bëjë kjo. Ka të bëjë sepse ne bëm lobing të jashtëzakonshëm atëherë edhe për sa i përket disa taksave që na erdhën në shtesë, po dua t'i flas po vonë, dhe biznesi i është rrit tati fitimi 50% gjatë asaj periudhe. Një, pa argument. Dritat 54. Se këtu rritet e me 50, e kupton? Dividendi 50%. Pa argument. Famë që do të sjellim taksën progresive. Tani ka lidhje me energjinë elektrike, çka lidhje me progresive. Gjëmë zotrit tash. Këto ishte falimentuar sektori ashtu si e lat ju. Komplet i falimentuar. Tha që është procesi. Ma çesë çfarë Amiku popullit se. Kush e sot po si luaj ekonomisë amiku popullit dhe i partisë. Problemi e diku sepse këtu ne më fal, Qezi, sepse nuk prodhon të gjë, Qezi tela ishe, e kupton? Problemi është tek ata që prodhojnë në Shqipëri, që janë një grup shumë i madh njerëzish, që janë të implementuar dhe që kanë varur jetën dhe shpresën e të ardhmes të këto biznese, të cilët paguajnë 80% të rrogës tuaj edhe të shtetarëve të tjerë dhe duhet të bënin të përgjegjshëm që ti dëgjoni. Prodhimi është ai i cili duhet të fokusohet në Shqipëri. Dhe prodhimi këtu, kush është konkurenca? Sepse Shqipëria është dhe treg i vogël dhe treg i varfër. Pra ka dy të këqija që s'ka për të hequr kurrë sa të jemi ne gjallë. Atëherë çfarë bëhet? Është prodhimi për eksport, ai i cili do na nderoj dhe do na fusi në punë një grup shumë të madh njerëzish, të cilët ne nuk mund të nxjerrim me këto taksa në mënyrë artificiale nga loja, vetëm për të rritur taksat. E a diti sa për çfarë flitet të fasoni? Flitet për 5 milion euro. Tani ti je ekspert, fole atje për gjithë zëra, ti dëgjoj çfarë 5 milion euro te ky buxhet. Zero me gjuf. Po, e diti sa ka kërku, ajo, se tani po flasë edhe si atari kryesisë Tiranës, sa ka kërku turizmi në total? 2 milion e gjys euro. Pa di sa ka kërkuar artizanati, që janë një tuf njerëzi që punën me atë artizanat. 1,5 milion euro. Askush nuk i djoj. Po pse ky shtet që ka keq për 7 milion, e të aktivizojnë mbi 100.000 forca pune reale në Shqipëri?
Edhe të mos i lërë njerëzit të ikin, sepse alternativë do të kenë ata, po së në rëmbu, këtu do ven të vlaj apo të motra i shtetit për të punuar apo për të siguruar retesë. Dhe këtu unë e kam të punë, që ne nuk mund të shpikim gjithmonë gjëra, ne kemi ca struktura fali madhi zot gati edhe të vëndet fqinje, majtas, djathas, lartë e poshtë, vetëm po t'i kopjojmë ato mirë, ne do bëjmë çuditëra në Shqipëri. Okej. Të përgjigjesh Po ke një replik apo Me gjithë se është përdesa kishte replik, ke një replik jo? Unë thash dhe në fillim, nuk ka qeverisje që do t'i kthehet kundra biznesi apo mos dojë ta ndihmojë biznesin. Atëherë, të gjitha këto sektor kanë nevojë për mbështetje. Që përveç se financiare, në mendimin tim, po pra e thatë dhe shifrën. Dhe nuk mendoj që kjo do ta bëjë do ta zhbëj sektorin. Atë që kemi deklaruar ju gjithmonë dhe që unë kam dëgjuar në gjitha takimet ka qenë problemi i informalitetit. Që ju keni pas konkurrencë të pandeshme nga biznesi që s'paguhen asgjë në treg. Kjo është e para fare dhe keni thënë ju, nuk e kemi thënë ne. Nuk kanë qenë taksat. Dhe në të gjithë botën, taksat mund të jenë arsyeja e 7 ose e 8 ku ngre biznesi problemet e veta. Se ka nga këto biznese që me taksa dhe 30% mbijetojnë shumë mirë në vende të tjera. Dhe shumë funksionale. Që kërkoni ulje është normale. Po nuk mund të bëhet për gjithë sektorët dhe duhet kemi edhe një barazpesh, se jo gjithmonë mund të ndihmosh ta sektor, që jo gjithmonë janë të mirë të zhvillimit të harmonizuar të ekonomisë. Sa është të gjithë sektorët? Atëherë, ne në Shqipëri sot dhe për mendimin tim ai që do ishte me të vërtetë një zhvillim harmonik dhe i suksesshëm në Shqipëri është sektori i shërbimeve. Që ne në Shqipërinë akoma nuk kemi përpjekur ta adresojmë. Dhe ky është problemi. Dhe unë le biznesit ta zgjedh vetë atë. Po e zgjedh vetë rrugën. Dhe unë jam shumë dakord edhe çfarë ku doni ju. Turizmi për mendimin tim ka shumë për të bërë për të ndihmuar, po dhe në radhë parë dhe turizmi duhet fillojë të përpiqet të formalizohet. Të gjitha bizneset duhet të formalizohen. Ke 75.000 veta të ingranuar direkt në të industri. Të ndihmojnë bizneset 30.000 në industri eksportuese dhe po pse sa e di Shqipërinë? Janë mbi 100.000 njerëz të punësuar. Në këtë sektor është faktori kryesor që ka. Dhe do të jetë si të ardhurat më dhaja. Jo është të shumë njerëz. Punësor shumë njerëz. Po ja nuk do të ja bëj asistencë. Ka keni argument. Edhe është shumë i kundrueshëm. Ta pranoj si argument. Tani mos i ngatrojmë gjërat. Çfarë janë detyrat e shtetit dhe çfarë kërkon biznesi? Shteti ka disa detyra funksione shumë thelbësore. Një nga të cilat që është element që përfitojnë gjithë, prandaj quhet e mirë publike, është ta qeverisë ekonominë e vendit të tij pa ndryshuar taksat dhe rregullat e administrimit, aqërë sa ai mendon se duhet të ndryshojë. Jo. Prandaj një nga shqetësimet kryesore të biznesit është pikërisht kjo. Okej, mori vendim qeveria do rrit taksat, më votoi populli se ja thash në sy të popullit madh këtë mandat. Por nuk mund të ndryshojnë sa herë që kemi den nuk realizuar një gjë sot, do vetë që të përmirësojmë administrimin, po ndryshojmë për taksat ose ligjet. Kështu unë jam ndier shumë keq me filozofinë që unë shoh një javë, një 10 ditë, qeveria nuk e di, është mirë ta heqin në mënyrë urgjente, ka deklarate për bashkët e OSSH-s dhe Ministrisë së Rendit, gjatë kësaj jave u bën kaq kontroll, gjetën kaq shkelje u futën kaq vetë në Hamburg. Nuk është kjo. Të shkosh tek hotelet shqiptare që janë me 5 yje, kanë filluar të bëjnë xhamat secili me letër, ju lutem merrni kuponin, ju lutem lajmëroni klientin që po iku. Ç'është kjo? Ajo ishte ku s'kishte radio, ku s'kishte internet. Kush është ai që nuk e di që duhet ta marr kuponin? Janë mbushur biznese me nga 10 etiketa. Bile një biznesmen më tha merri një tative, ishte edhe ai djali i mençur, tha mirë që pas ke vënë këtë, se që kanë shkruar në ligj, që po nuk e vure te dyqani jo që ke drejt ikësh pa kupon, unë gjobis ty 5 milion lekë. Para pak ditësh, edhe unë mendova që dikush duhet i kërkon në falje atij burrit të nderuar, pronarit të hotelit që është një nga hotelet e para në Shqipëri, në lajme arrestohet pronari, se që pun ka pronari se ka administrator, se ju gjet një lidhje gabuar ujë. Nuk ndodh asnjë vend të botës. Edhe që s'je vërtet. Nuk ndodh, është një nga, si themun, gjërat më të mira. Ky pronar është dhe përfaqësues i zërit të biznesit. Tani do të them çfarë ndodh në Itali, meqense ekonomia jon ka partner strategjik Italin. Dhe ne normalisht duhet të parafrojmë edhe politika, këto janë teoritë moderne dhe taksat, sepse ekonomitë funksionojnë më mirë. Tani ne bëjmë fushatatin e këtu se i gjeni çdo gjë me 1 euro dhe nga ana tjetër thotë, po të gjeta pa kupon fus në burg. Çka ka bërë para 3 ditësh kryeministri italian, për një për cilën nuk jam dakord, si ish ministri financa nuk mund të abuzoj, po merrni shikojeni ishte revista The Economist. Dhe ka marrë vendim para pak ditësh që thotë, meqense ekonomia nuk po ushqehet mirë, po toleroj pak informalitetin. Po lejoj që me para në kesh nga 1.000 euro të shkojë deri në 3.000 dhe ai që është më kryesorja, që s'do i shkonte edhe këtij personi
që është një nga njerëzit më të nderuar të vendit tim. Unë i kam bërë planë e biznesit 93 me Bashkimin Evropian. Nuk po ja them në hotelit që mos të bëhet debat, por kur e dëgjova u ndjeva keq. Dhe thot, legislacioni italian ka një nivel deti ku ti bën informalitet. Ai nuk të nxit, po e bëre, thot, unë dua lekët dhe një job administrative, por nuk të çoj në burg, nuk të jap dënim penal. Dhe këtë kryeministri Renzi, që takoj shpesh me kryeministri Rama, ka ngritur nga 50.000 në 150.000. Nuk e këshilloka Renzi Rama. Trefishoj pagun. Nuk e këshilloka për informalitetin. Për rritjen e ekonomisë kesh duhet bërë kujdes se mund të jetë edhe para kriminale sepse është kesh. Ndërsa kjo që kontrollohet me kontabilitet nuk them për para kriminale, për armë, për prostitucion, për drogë. Po për para të cilët lëvizin. Pra cili është logjika? Problemi më i madh që ka sot bota, që ka Shqipëria dhe ndjem krizën Shqipëria është punësim, varfëri. Ekonomia globale ka pesin problem, nuk ja zgjidhim dot ne. Rritja ekonomike ka rënë, është mirë që po rritet, po ekonomia shqiptare do një rritje 6-7%. Tani, në kohë krizë është rritë informalitet gjithë vëndet moderne. Edhe në vëndet moderne, dhe në Gjermani. Ne po luftojmë, po bëjmë gabim. Jo, një minut, nga 10 ka vajt 12, po 12 është 20% me Gjermaninë. Po diskutim. Në qoftë se ne kemi pas 36% dhe do na rritë 20%, sipas atyre ne do ta shkojmë në 43. Dhe do të duke gjithë trend për ty. Atëherë hajtë ulemi, se nuk e di, fryma e penaliteteve është bërë aq stresuese sa do thajmë rritjen ekonomike, ne mund nxjerrim të dhëna statistikore 3.4. Kështu e patëm edhe për vitin 2015, e pasëm 3 dhe do ulet. Më falë, problemi, unë e thash dhe i qipon për para. Kështu që të kujdes. Jo, problemi është dhe i tillë, se ne presim në investitor të huaj, tani flasim për njerëzit të cilët kanë ngritur biznesin e tyre në eksportet, edhe i kanë bazuar të eksportet shqiptare, të cilët gjatë viteve janë konsoliduar. Është vetëm në sektor që mund të japë rritje ekonomike më të madhe, në kushtet ku ke ulje të investimeve publike. Edhe me pak para, do të thënë është të themi si biznes gjirokastrit në këtë pikpamje, edhe askush nuk e kthen në kokën që ta shohë këtë gjë. Do të thonë ne mundet të kërkojmë për një vend pune më pak euro nga kushdo vend tjetër. Vend pune tjetër apër Shqipëri, po kjo është temë tjetër, se askush nuk është ullur realisht me këtë biznes. Nuk arrestohet një pronari një biznesi se ka lidhje të gabuar ujë. Nuk ke lidhje të gabuar ujë, ai doli ma të gjysore. Ai kishte bëri gabim tjetër, po ta them kur të dalim nga salla, dhe problemi është gjetiu. Problemi është që të huajt nuk kanë besuar në këtë frymë. I vjet gjob Borbik, i vjet gjob, i vjet dhe Zotë trefi gjob, po jo burg më bëri. emailin dhe 2 veta kanë kthyer, janë 2 investime shumë të rëndësishme. Unë urgjentisht do i javën tjetër atje, t'i takoj personalisht, sepse në fundit ne jemi... Okej, se duhet të flasë në minutat e fundit të flasë për investimet. Po zoj Bushati. Në mënyrë të tillë që t'i thënë... Jo, do ta pa tjetër fjalën. Replikojnë zotin Male. Okej. Për mendimin tim, ndërmarrja për formalizimin e ekonomisë, ku të ndihmohet biznesi i ndershëm, është mbështetje për biznesin e ndershëm dhe për investitorët e huaj, cilën radh të parë kërkojnë një shtet ku ka sundim ligjor, ku ka konkurrencë ndershme dhe ku nuk ka operatorë në treg që janë Ka tregues për mbi qeverisë, nuk është niveli i ekonomisë informale tregues mbi qeverisë se një vendi. Është rule of law, është drejta e pronës, është administrata. Po ju po ndini këtë të pari, nuk është kjo e pari. Sundimi i ligjit. Po sundimi i ligjit, por nuk jo ekonomia informale para. Po pra sundimi i ligjit dhe ekonomia e formalizuar. Te biznesi jon konkretisht, ekonomia informale pothuajse nuk ka ekzistuar kurrë, sepse doje do bëje eksport-import. Po më po flasim vetëm për sektorin tuaj, dëgjova disa herë. Nuk është vetëm për sektorin tuaj, ne po flasim për gjithë ekonominë. Okej, zot Bushati, përfundoni një argumentin. Po çfarë përfundon me sa fillon me fundit, po në radhë të parë duhet që të kuptojmë që nuk trëmben as investitorët e huaj, se nuk është se këtu po bëjnë nami dhe tash do ngarkun në pesë tjerë. Po jam zotri se kanë dëgjuar gjithmonë këtë histori në Shqipëri. Na i kanë investimet e huaj direkt sot ka bërë tash. Po pritet ta mbaroj se e thash gabim, më shumë mirë, punë e madhe. Do e thush ti tamam pastaj. E do dukesh më i saktë. Nuk besoj se bazohet ke investitorët e huaj në radhë të parë ke niveli taksave, sepse po shkojnë po investojnë edhe në Amerikë dhe në Kinë që i kanë 3 herë më të larta se ne. Nuk ka të bëjë kjo. Ka të tregu sa i madhësh. Po çfarë e kam dëgjuar edhe disa herë. Çfarë po investojnë atje? Po pritet ta mbaroj tash. Shumë e rëndësishme. Po se keni qenë Kinë dhe keni qenë në Bangladesh, do konkuroni dot me fasonët e Bangladeshit. Po bëj taksa si ka Bullgaria. Dakor. Po pra, bëj si ka Tunizia, çfarë them unë? Diçka. Në radhë të parë duhet kuptohet dhe kjo është mirë. Duhet i marrësh me vete këta ku shkon. Që të kuptohet që ka të bëjë shumë edhe goditja e nivelit jo thjesht informal, po kriminal. Për këtë ka koma shumë vend për të përmirësuar ndërmarrjen e formalizimit. Për sa kohë ne kemi
ndërmarrje kriminale, që nuk janë thjesht informale, këtu ka shumë për të bërë punë, këtë drejtim mendoj. Kurse për bizneset mendoj që nuk është aq kollaj të harmonizosh, kur ne sot kemi vetëm një grup këtu të fasonëve, ndërkohë që shërbimet kërkojnë tjera. Dhe me tagër tjetër, po sot po flisim për fasonët. Dhe keni drejt sepse pika më e fortë juaj që punsoni njerëz. Punsoni njerëz dhe punsohen dhe ushqejnë familje, pa hyrë pjesë sa paguhen. Por është shumë e rëndësishme që të punsohen sa më shumë dhe për këtë mund të ketë mbështetje edhe shumë më të gjerë. Por kjo vjen duke i treguar tuajve që këtu ka sundim ligjor, që nuk i merret prona aty nesër dhe nuk i sekuestrohet prona dhe shteti bën çfarë doj, po që çdo gjë është bazuar në ligj dhe këtu nuk ka konkurrencë pandershme me nga ato sweatshopet që ti futesh dhe s'pagun as i tatim as i gjë, as energji elektrike as i gjë. Si do vi huaj këtu dhe pse s'kan ardhur deri sot kur këtu pas ka qenë kjo parajsë fiskale? Po ju thoni që janë Zoti Bodër, lutem se jam në minutat e fundit. Po, sa për ta mbyllur. Që ta mbyllim pjesën e procedurave, po. Atëherë unë duhet të them vetëm 2-3 gjëra. Te klima për biznesin më shumë. Te klima e biznesit dhe të ardhurave. Për Për qeverin nuk ka rëndësi fare, thot zotëria, që taksat janë të 5, të 6, të 7, thot. Nuk ka rëndësi energjia, nuk ka rëndësi asgjë. Tani. Po ka rëndësi energjia se e bëm energjinë, si s'pas ka rëndësi. Ata do të bëj, me që keni bërë atë. Ata po jam duke të thënë. Dhe me që këta i kanë bërë dhe i kanë bërë shumë mirë. Që ndodhë? Niveli taksave në Shqipëri është miliard nga rajoni. Se këta, këj biznes që konkuron në Shqipëri, me rajonin krahasojë dhe kërkon që të gjejë hapësira konkurruese në rajonin, në bazë rajonale, sepse nuk mund të pretendojmë që biznesi themi qoftë dhe i fasonit në Shqipëri qenë ka i tillë që mund të konkurrojë në tregjet mëdha ndërkombëtare me ato që kanë gjithë jetën që punojnë me fason apo që kanë manufakturën në industri. Jam dakord, po kam fjalë për treg. Niveli i tregut të këtyre është i tillë që është i parëndësishëm. Këtyre po u lutet tani kompanitë e atij rajoni të prodhojnë këtu dhe për tregun evropian. Një kërkesa konkrete. Ka një konkurrencë rajonale. Që i bën të krahasuar me gjatë nivelin e pagave, vendodhjen, infrastrukturën etj. etj. Dhe në çfarë ne jemi më mirë? Datimi mbi fitimin këtu është 15% në Shqipëri. Malizia ka 9.7%. Këta të Maqedonisë kanë 10%. E gjitha me radhë e kanë të niveli 10%. Ka nivel më të ulët. Nivelin e taksave të tjera, kontributin e sigurimit shoqërore, kanë më të lartë në Shqipëri se sa e kanë Maqedoni dhe në vende të tjera. As nuk ka diskutim. Kosto e punës. Vim tek energjia elektrike. Energjinë elektrike këta e pagojnë 160 lekë kilovatin, 1 kilowatorin 160 lekë vjetra, në Maqedoni është gjysma, në Malzi është gjysma. Dhe ka kosto teknologjike, nuk është teknologjike, kanë për teknologjinë e prodhimit. Teknologjinë e punës. Vim tek karburanti, se kjo është energjetika është thelbi i biznesit që konsumohet 40% të shpenzimeve operacionale të tyre. Tek karburanti, është më e shtrenjtë në Shqipëri se krahasim me Maqedoni, Kosovë, Maltezi, Serbi e gjithë vendet tjera. Pra, të gjitha kostot që implikojnë, fut këtu dhe taksat janë më të larta. Atëherë për çfarë do të vinë të investojnë në Shqipëri? Këtu thonë që vinë po investojnë. Në fakt sot doli tani mbas dite u publikoi një statistikë tjetër e Bankës së Shqipërisë. Çfarë thoshte? Investimet e huaja direkte në Shqipëri janë në këtë vit që dilni ministrat tuaj. Në çdo televizor thonë që ne kemi rritje të investimet tuaj. Janë më pak në krahasim me 10 milionë e vitit kaluar. Janë diku te 5-6% më pak në krahasim me vitin. Janë dy investime më dha Devolli edhe Tati. Po mos e ato nuk ka green investimet të tjera është zero. Kanë filluar ato dy investimet e mëdha që ato realisht do të jepnin shumë gjëra, nuk po japin ndonjë gjë të madhe dhe janë më pak nga viti i kaluar. Niveli i kreditimit të ekonomisë 3% më pak. 10 mujori me 10 milionë vite sot tani u publikuan. Rritja ekonomike mund të jetë prapë të jetë më e vogël. Të gjitha gjërat janë investimet e huaja më pak. Kreditimi për biznesin është më pak. Kjo klim biznesi që edhe perceptohet nga investitorë që lidhet me ratingun që i bën Banka Botërore klimës për biznesin në Shqipëri është më pak. Dhe kjo është ajo situatë që ne jemi kundër dhe po ju themi, por që ju si krenaristat pa ndrejshëm vazhdoni vetëm me mburjet, ne për mos na kopjoni edhe terminologji të paktën se. Se të visha thoni kopjoni, po ju kopjoni gjithë termat. Tash e para, në përgjigje pika parë, nuk është se u bën nami kur ishte taksa shesht. 7 vjet e provum dhe nuk pati investime. Keni gabim. Jo, se kam gabim fare. Ka qenë vend i parë në investimet tuaja direkte në Shqipëri. Sa përdjeni? Po ku ishte rritja ekonomike atëherë? Po si s'pati rritje? Po s'pati pra tash. Po kush ka pasur rritje më lartë ekonomike se Shqipëria? 10% rritjen ekonomike. Po sot nuk ju ndërprerja pra tash. Një minutë, po çfarë thonë gjëra pa vërteta burr? Po s'po them gjëra pa vërteta. Unë të nxjerr të dha statistika. Po i thashë ti njerëzit atë. Ja, po geografikë. Po jemi këtu për të folur të vërtetat, flasim për të vërtetat.
Unë të nëzora një statistikë publikuar sot nga Banka e Shqipërisë. Instituti jonë do bëjmë marrëveshje me Europën dhe statistikat të shumë të avaru. Ti thua nuk ka pas rritje ekonomike, po të them Shqipëria... Ska qenë 6% pra? Ka qenë rritja me lartë, vend i parë me investimet të edhe me rritje ekonomike në gjithë periudhën e krizës ka qenë Shqipëria. Me leo ta tam... Sot keni zbetur në fund, ma. Po, pra, po. Nuk jeni të fundit në rajon, i para fundit. Mirë. Atere, e para, nuk është se... Taksa e shesh nuk rezultoj që ishte panacia apo ilaçi që do shpëtonte ekonominë shqiptare. Po pyetni biznesin, ishte shpëtim apo jo? Po më fale për ta mbaroj tash. Nuk ka shigje të artë që e shpëton një pacient kur ka shumë probleme. Nuk ishte as taksa e shesht, as nuk do jetë ndonjëherë sepse nuk ka rrugë të shkurtër në ekonomi. Që ne po nxjerrim diçka tash nga ajo kapelja, do bëjmë një magji, nuk ishte taksa e shesht, sepse nuk pati as investime, po flasi për magjia, ne themi për të shtyrë të dita ditës një gjë përpara. Nuk po them për magjira ne, nuk jemi magjistar. Ju keni ardhur me idenë e magjistarëve për magjira. Okej, do Bushati, ju lutem se janë minutat e Kam i fundit. pyetje. E kësaj pjese, kështu që fokusohemi në... E para nuk është se... Dhe ne kishim një ndryshim ideologjik dhe ne thami do kemi një taksë progresive. Dhe ekonomia ka një rritje sot më mirë se kishte 2012-2013. Tjetra, tashti nuk ka një qeverisje që nuk do të ndihmojë biznesin e vet, por duhet kemi parasysh dy faktorë shumë të rëndësishëm. Sot kemi të bëjmë me partnerë ndërkombëtar që kanë qenë të lidhur me ekonominë shqiptare, që janë në kufizime të mëdha ekonomike dhe financiare, Greqia dhe Italia, të cilët kanë pas investuar në Shqipëri, nuk po investojnë dot më. Dhe shumë faktorë tjerë që në Europë janë në rënje të financimeve, të investimeve. Po pra, dhe patjetër. Prandaj thash që gjithmonë fuqia në ekonominë shqiptare ka qenë dhe do të jetë fuqia e biznesit shqiptar. Ne nuk kemi ditur ta vlerësojmë. Gjithmonë ndërkohë që kemi gjithë komunitetet bisedë nuk e një përfaqësues. Po pra, këtë po them. Si të përgjigjemi sapo mirë. Okej. Jo, A okej. do t'i anuloni këto që keni bërë gabim? Çfarë Këto biznesi. Jo më s'është bërë asgjë Penalitetet gabim. më ekstremiste që i fusin gjobe dhe... Vendosja e sundimit ligjit, një shtet më i sigurt. Çfarë vendosje e sundim ligjit tani mos la Që fosh. është Na fat pa që qeveria është tërhequr nga represionare. Ligji, represioni apo sjellja e vullnetit qeveritar. 15, sa lek më tepër mblodhen ta? Tani, Në total. dhe për herë të parë kemi një qeverisje që nuk ka një ndryshim të madh, që ta mbyll fare. Kemi një qeverisje që nuk është mos qeverisje deri më sot, pak për herë të parë, jo për herë të parë, nuk e shtyn atë kanoçen, ta shtyn sa ta shtyn dhe kemi populist, po është një qeverisje që po përpiqet ta ndryshojë ekonominë dhe politikën shqiptare. Për herë të parë, se po rregullon se mund të merret edhe borxhe si vazhdoni t'ju. Okej. Merr, Po edhe keni marrë borxhe keni marrë Okej, sa do të kalojnë në 4 miliardë, asnjë nuk i shtyr. kuptoj. 7 miliardë. Në këtë pjesë të fundit e emisionit do të flasim për investimet, ku do të përdoren parat vitin e ardhshëm dhe të parashikuara në buxhetin 2016. Ndjekim një insert, më pas rikthehemi në studio. 10% e investimeve publike që qeveria ka planifikuar të bëjë vitin e ardhshëm nuk do të përdoren për rrugë, shkolla e spitale, por për rikonstruksionin e godinave dhe pajisjen e zyrave me mobilje dhe kompjutera të rinj të institucioneve buxhetore. Nga 59.2 miliard lekë që është totali i investimeve të planifikuara në buxhetin 2016, rreth 5.9 miliard lekë ose rreth 58 milion dollar do të shkojnë për të lehtësuar punën e administratës. Përfitues të këtyre projekteve janë pothuajse të gjitha ministritë dhe institucionet. Sipas tabelave të detajuara të shpenzimeve të buxhetit, presidenti do të marrë 15 milion lekë për rregullimin e zyrës së tij, për mobilimin e zyrës së takimit kok-më-kok dhe për pajisje kompjuterike. Kuvendi do të përfitojë 34.7 milion lekë për rikonstruksionin e ambienteve të arkivit dhe tualeteve, për sistemin e komunikimit të telefonisë fikse dhe për blerje pajisjesh. Kryeministria do të përfitojë një fond prej 60 milion lekësh për sistemin e sigurisë dhe pajisje elektronike. Fonde në miliona lekë do të përfitojnë edhe disa nga ministritë për të rikonstruktuar godinat e tyre, si ajo e zhvillimit urban që do të marrë 100 milion lekë, Ministria e Arsimit 58.4 milion lekë, 75 milion lekë për rikonstruksionin e ambienteve të brendshme të Ministrisë së Jashtme. 10 milion lekë Ministria e Mirëqenies Sociale për rikonstruksionin e pjesëshëm të godinës, 15 milion lekë për rikonstruksionin e godinës së Ministrisë së Mjedisit e të tjerë. Këtyre fondeve ju shtohen edhe miliona të tjera në pajisje kompjuterike dhe modernizim zyrash, një luks në duke i tepruar për një buxhet të vogël si ai i shtetit shqiptar, që prej 3 vitesh ka ngrirë pagat dhe pensionet.
Rikthehemi në studio. Zoj Bushati, jeni akuzuar mazhoranca, por edhe qeveria në buxhetin 2016 si për luksët e pruar, për shpërdorim le të themi të ardhurave vit në ardhshëm, nuk rriten pagat dhe pensionet, por përdoren për fasada dhe për le të themi kushte më komode për qeveritarët dhe nënpunësit. Po, faleminderit. Në fakt, kesh sisteme sigurie dhe kompjuterike në kohën kur jetojmë në sot nuk më duket as pak luks, edhe që të kemi zyra ku punohet normalisht, kur shumë nga ato janë të amortizuara, gjithë kemi qenë dhe ju keni ardhur edhe në ambientet e shumë institucioneve, edhe të kuvendit, dhe dini që nuk janë fare, s'mund të quhen zyra shumë nga ato që janë për ministritë e Anëmban Tiranës. Por një buxhet me masa të shtrënguara, kush kemi rritje pagash dhe pensionesh? Një rekonstruksion prej 300.000 eurosh nuk është se më duket për një ose godin për 1 shumë miliard lekësh, siç është ministria e... Nuk ishte 1 miliard lek dhe... Po 100 milion lek të reja janë 1 miliard lek të vjetra, Zoj Bushati. Ishte 7 milion. Jo, është po i referohem ministrisë. Mos kapemi ke një rast... Nese, jo, mora një shifër, nuk e di se as kam bërë projektin, as kam bërë preventivin. Pra, nese, mora një shifër në një periudhë kur sriten pagat dhe pensionet. Këto shpenzime duhen bërë kështu? Në godina dhe në sisteme dhe gjysma atyre blerjeve të pajisjeve të zyrave ishte nga një fondi i Bankës Botërore, e kishte aty të shkruar. Jo, se kisha unë referohem fonde botërore. Po pra, dakord. Po çfarë do të thënë që është Bankës Botërore? Zotërim. Po ta mbaroj që vlerëson që sot investosh për sisteme kompjuterike, kur jenë mosh në internetit dhe gjithçka ka të bëjë me kompjuterat, nuk është gjë e gabuar. Si tash ti lëm zyrat pa kompjutera, pa sisteme kompjuterike dhe sigurie, që të shikohet a punojnë as punojnë njerëzit apo si është rendimenti i punës. Nuk më duket as pak se janë të egzageruara kur duhet shikojnë në rast mbas rasti që kur të bëhen investimet, shkoni bëni një emision investigativ pse ka marrë shumë para ajo ministri. Nuk e quaj pasat, është prioritare kjo. Ju mund keni qenë ministria e zhvillimit urban, është një ndërtesë që s'mund quhet kur ministri. Dakor, po ka një listë prioritaresh në një buxhet që konsiderohet konservator. Me 1001 probleme. Nuk mendoj, nëse ju mendoni që një nga këto lloj investimesh mund t'ju duket luksi, bëni një investigim, bëni dhe një emision. Ne kemi bërë sepse kemi listën e unë, po gjithë media dhe çojeni ta diskutohet Po ka të bëjë me prioritetet e një qeverie në listën e investimeve që bën. Po 4 rekonstruksione ishin. Jo 4 janë po se gjitha ministrit. 4-5 renditëm ne. 5% e fondeve. Atëre, lidhur me shpenzimet e këtij buxheti, nëse ka disa gjëra për të thënë që kjo qeveri për herë të parë me mburje. Për herë të parë ndodh, tash kjo qeveri, që buxhetin e një viti mbrap më pas e programon më të ulën në krahasim me një vit më parë. Për herë të parë ndodh që rritja e pensioneve programohet 0.6%, por inflacioni, sipas deklarimit vetë qeverisë, është 2.4%. Për herë të parë ndodh që shpenzimet për mbrojtjen sociale në një periudhë krize të jenë më të ulta në krahasim me një vit më parë. Për herë të parë ndodh që investimet publike në vitin pasardhës të jenë më të ulta në krahasim me një vitin më parë. 59 miliardë atyve, 63 kishin këtë vit. 63 me të pritshmin? Për herë të parë ndodh, po me të pritshmin. Për herë të parë ndodh, për herë të parë ndodh që pjesa e investimeve publike në buxhet të zbres në nivelin 15% të buxhetit. Për herë të parë ndodh që investimet publike të një qeverie të jenë 4% e prodhimit të brendshëm bruto. Në qeveria thot bashkë me fondin rajone janë 5 dhe 5 ka qenë mesatare, ju e dini. Programimet kanë qenë gjithmonë 6 e lartë. Tani ne flasim në qoftë se kemi dhëna 15 vjeçare, me gjithë fondin rajoneve ishte 4.7%, po sot ja hoqin fondit rajoneve 2.5 miliard tjera. Jo, them, kush është trendi mesatar i fuqisë ekonomike të Shqipërisë për investime publike? I programuar është 4.6% vitin që vjen. Pse kanë programuar kaq pak? Ka që kanë mundësit? Kur flasim për trend mesatar, në shumë qeverisë qendrore janë gjithmonë mbi 5. Zoj Bode, pse planifikohen këto nivele? Sepse nuk është se qeveria do të bëhet kjo gjë. Atëherë tani, qeveria këtë buxhet ka bërë dhe këtë situatë ka. Unë po them me ka çuar në ato parametra ekonominë dhe por është e papranueshme që të ulësh vëllimin e investimeve publike në buxhet 15% të gjithë buxhetit. Ka qenë edhe 29, ka qenë 25, për mbi 20% ka qenë gjithmonë e programuar. Je pesta, e parave në 5 lek që argjon qeveria, 1 lek do ta investoj. Do ulin borxhe.
Ç'lidhje ka me... Ose s'ka më lidhje? As e urin borxhin prapa. Programojnë me gjasme më ashtu, po me atritje që kanë programuar dhe me këtë të themi se rritjen ekonomike e kanë euforike. Dhe në lidhjen me borxhin është rritja ekonomike që përcakton atë. Pra, çfarë po ndodh? Investimet publike janë të buxhetit qendror janë më të vogla në krahasim me një vit më parë. Këtë të pushtetit vendor kanë një fondi i zhvillimit të rajoneve që i thënë. Është në krahasim me një vit më parë janë $45 milion më pak, në krahasim me vitin 2016. Në vitin 2015, në vitin 2016 do të jenë $45 milion më pak. Domethënë është një ulje jashtëzakonisht e madhe. Pra, në tërësinë e këtij investimet publike janë më të ulta në total. Do ketë më pak stimul nga pikpamja e strukturës është ajo që ju e nxorët aty, që bëhen gjitha rrushe kumlla, lyej fasada edhe ver drita nëpër rrugë, mbill palma dhe asnjë metër linear asfalt i ri i hedhur. Ka drejtë zotë bote, për herë të parë nuk kemi qeverisë që thotë ky është buxheti më i madh i historisë së Shqipërisë, se s'ka sens. E thatë vjetë. Dhe ju e keni thënë pra. E thatë vjetë, kryeministri ju doli vjetë. Dhe thash në vendin. Nuk ka qeveri s'ka qeveri që s'do të bëjë investime, sidomos kur i ka borxhe ato, siç i bënit ju. Po për herë të parë kemi përgjegjësimë që ndoshta mund të investojmë edhe më pak, se sa keni pasur ju edhe 8% GDP apo 9% GDP duke marrë borxhe. Për vepra borxhe keni marrë dy fishin në 2 vjet keni marrë 2 fishin në vlerë në reale në krahasim me 8 vite tona. Nuk është se kjo qeverisja është vetë vrasë tash dhe s'do të investojë, keni marrë 12%. 12 pikë përqindje. Dashka qeveria keni rritur 12 pikë përqindje. Se janë dhe në minutat e fundit, zoti Gjika. Jo, debati që po bëhet, debati politik buxheti konsoliduar. Tamam. Dy tashosh për me deficit buxhetor, 2 sot buxhetin e shtetit në vitin 2015 borxhi si ndikuar me 12%. 12% se merr si qytetar me shkonesë me bler makinë. As të borxheve as të 5% ke me marr makinë dhe me blet dy. Borxhi që sot e ke më të shtrenjtë, 12% keni marr borxhe. Është marrë vetëm me borxhe do bëjmë investime ne. Në 2010 është marrë me shtrenjtë. Ju e kishit kollaj me borxhe. Në 2010 sa marrë bondit sot? Mikrofonat. Okej. Më pak se sa e morë. 55%. Kushta? Po sa ke atë Euroborin sot? Edhe? E ke 0 minus. Edhe çfarë? Atëre ka qenë 2. Po kur morë borxhe si ndikuar, sa ishte? Zoti Gjika. Sa ishte Euribori kur morë? Okej, ju lutem, zoti Bushati, zoti Ishte në kohë të 15. Do të jenë fjalë e fundit, zoti Bushati. Sigurisht, po mos ta lëm që të zhytet në krizë ekonomia. Po ju ishit aq mirë pra, aq mirë. Pse morët këtë borxh? Sepse do të Toronit. Zoti Bushati. Taksën e shtetit. Zoti Gjika. Po ju as krahasoj do të nuk vini dot. Ne po marrim borxhën që është gjysmë akt normativ buxhetin e 2015. Atë, Sot keni ndruar akt normativ gjao mikrofonët. Po zoti Gjika. $2.2 miliardë në 2 vite. Okej. 1 miliard i ka dhënë Banka Botërore. Kam besim pra. Okej, zoti Gjika. Zoti Gjika. Dëgjoj, po si do të Mikrofonat e ulur zoti Gjika. edhe debati i këtyre dy zotrive të politikës. Okej, zoti Bushati, po. Debati tani tregon një gjë për në pikpamjen time që këto para të buxhetit, jo vetëm këtij buxheti, por edhe buxhetet e tjerë mundet edhe duhet të mirë menaxhohen për disa gjëra që ne kemi kërkuar dhe mua më mbushet akoma më shumë mendja që ato që kemi kërkuar si janë gjë përpara tyre që do keq përdorohen. Këtu flet zoti Bode, bën debat me zoti Bushati dhe po ashtu dhe zoti Bushati dhe zoti Bode. Një gjë është e vërtet këtu që kishte vend ky buxhet për të mbështetur biznesin në aksionet e tij shumë profesionale që kishte ndërmarrë gjatë kësaj rruge. Zoti Malek, fjalë e fundit. Ja, unë besoj që këto diskutime janë të frutshme, prania e profesorët biznesit e zbut që ka agresivitetin e debatit partijak, po pati mundësi tjetër ne nga shoqëria civile dhe biznesit vim veç që të mund të ndajmë disa ide që u aqojmë pasaj me letër i aqojmë qeverisë dhe Kam përshtypjen që ju keni të njëjtat ide pastaj edhe Unë jam konstant në atë që kam thënë në gjithë kohën lidhur me detyrimet që ka qeveria për ta lehtësuar dhe jo penalizuar biznesin.
Të dashur miq, kemi folur sot për buxhetin 2016, paketën fiskale që shoqëron atë, dy draftet u miratuar në parim dhe në tërësi dhe nën për nën në Komisionin Parlamentar të Ekonomisë. Ditën e njëjtë priten debate në seancë plenare, aty ku do të bëhet edhe diskutimi ZMZ i buxhetit 2016. Pritet që të ketë edhe zhvillime të tjera, pasi po të njëjtën është parashikuar paradite dhe protesta opozitës. Falenderoj të ftuarit e mi mbrëmje sot me zotin Malej, zotin Bushati, zotin Bode, zotin Gjika. Ju rikujtoj transmetimin e këtij emisioni nesër në Channel One në orën 13:30. Ditën e njëjtë në orën 23:30 dhe ju lë takim të martën e ardhshme në Ekopolitik në orën 21. Natën e mirë.